Mirëmbrëma të gjithëve dhe një vit të mbar. Në fakt 2026 nisi në mënyrën më dramatike dhe më spektakolare të mundshme. Një komando amerikane në mbrëmjen e 3 janarit, pasi udhtoi nga brigjet amerikane drejt një vendi të Karaibeve, siç është Venezuela, për 2 orë 20 minuta, arriti të marrë, të rëmbej nga banesa e tij, një banes bunker e mbrojtur nga rojet e tij më besnike, përfshirë dhe 10 njësi speciale të shtetit kubanez që e kishin marrë në mbrojtje Nicola Maduron prej shumë vitesh, ashtu siç kishin marrë edhe paraardhësin e tij Hugo Chavez. Pra kjo komando me një operacion blitz e ka marrë kryetarin e shtetit të Venezuelës, njeri i cili ishte kthyer në një delir total, ku propaganda e tij kishte kaluar çdo kufi, kishte arritur në ekstreme të tilla sa edhe në filmat vizatimor për fëmijë i dedikoheshin Nicola Maduros, duke i quajtur atë një super mustaqe, një super hero sipas propagandës Republikës Boliviane, i cili gjithnjë ishte duke fluturuar, herë duke goditur armiq, kryesisht të cilët ishin Amerikan, dhe herë duke qenë në thonjzja mbrojtja e popullit të venezuelian. Por në fakt, kjo legjend mori fund e quan pako postale në New York dhe sot ka qenë para gjykatës ku i është paraqitur akuza, për të cilin do të flasim sot. Do të flasim për fatin e Maduros, do të flasim për fatin e Venezuelës, të Amerikës Latine në tërësi, dhe gjithë kjo ngjarje, çfarë efektesh ka në politikën globale dhe çfarë efektesh ka në rajonin ton. Kjo është tema e emisionit të sotëm, për të cilin kam një panel me 4 të ftuar në studio. Kam kënaqësinë të kem profesor Adrian Sivicin, mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Generalin Det Prenga. Mirëmbrëma general, kënaqësi që ju kam për parë të 5 pyetjet. Kam kolegen Esmeralda Mula dhe analistin e njohur, kolegun e dikurshëm Ilir Alia. Faleminderit. Ilir, mirëmbrëma. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam një tjetër koleg. Kam kolegun Flamur Vezaj. Mirëmbrëma Flamur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Çfarë ka ndodhur sot në gjykatë? Çfarë ndodhi me super mustaqen? Për çfarë e akuzuan? Fillimisht gëzuar një vit i mbar dhe qoftë i mbar dhe i shëndetshëm për të gjithë ju andej. Seanca ndaj Nicola Maduros ka mbaruar më shumë se 1 orë. U paraqit sot në masa të rrepta sigurie, u transportuar nga burgu federal ku mbahet në Brookline drejt Manhattanit, ku ndodhet gjykata federale me helikopter, më pas vetëm një rrugë të shkurtër, të cilën kishin bllokuar të gjithë rrugët. Doli para gjykatës me një formalitet i cili është thjesht për të evidentuar dhe se çfarë akuzas dhe çfarë veprash penale i komunikon shteti amerikan. Në seancën gjyqësore, prokurori lexoi akuzat për cilat ai akuzohet Maduro, duke i renditur, po mundohet t'i rendisë për të qenë korrekt. Trafikim ndërkombëtar droge, ku akuzohet se ka qenë pjesë e një strukture shtetërore që ka lecuar dhe mbrojtur trafikantet kokainës drejt SBA-s në bashkëpunim me kartelet dhe grupet armatosura. Akuza e dytë është narkoterrorizëm. Akuzohet se ka përdorur drogën si armë politike për të destabilizuar SBA-n apo për tentuar destabilizuar SBA-n dhe financuar strukturat kriminale dhe terroriste. Akuza e tretë është bashkëpunim me organizata terroriste, ku akuzohet se për lidhje dhe mbështetje logjistike ndaj grupeve të Farkut në Kolumbi dhe elementeve tjera të shpallur organizata terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu është akuzohet për komplot për shpërndarje të drogës në SBA, ku ka qenë dhe dyshohet që është pjesë e një komploti drejt për drejt për futjen e tonelatave të kokainës në territorin amerikan. I pranoi akuzat? Ato doja të shprehesha në vazhdim, domethënë korrupsioni i rënd dhe pastrim parash dhe një akuzë tjetër shkelje masa të drejta të njeriut për gjyqjet që është bërë, po themi në shtetet në Venezuela apo ekzekutimet pa gjyqje. Ajo çfarë foli sot Maduro në seancën gjyqësore ishte vetëm fakti që tha unë jam i pafajshëm, nuk jam fajtor për asnjë nga akuzat që më akuzoni, jam i burgosur politik,
jam njëri i ndershëm dhe president legjitim i Venezuelës. Ndërkohë gjyqtari e kanë ndërprerë dhe nuk lejoj që të vazhdonte të fliste sepse sipas informacioneve dhe atyre si çfarë janë shpërndarë në mediat, dëshironte të vazhdonte të fliste, por nuk është lejuar nga gjyqtari që më pas vetë Maduro ka kërkuar që të mundsohet takimi me zyrën konsullore të Venezuelës në New York. Por nuk është dhënë ndonjë vendim konkret se çfarë do të bëhet, a do të lejohet takimi apo jo, dhe seanca është shtyr për me datën 17 mars 2026. Po ashtu edhe bashkëshortja e tij e cila akuzohet është vlen për të thënë që është 6 vjet më e vjetër se Maduro, është 69 vjeçë dhe akuzohet për 3 vepra penale, edhe ajo vetë tha që ka thënë në seancën e gjyqësore, e cila është bërë me dyert të mbyllur dhe pa praninë e mediave, përveç se i është shpërndar, po themi pa praninë e media vizualisht, është thënë që ka thënë që unë pra më falë të ndërpres, kanë pasur seanca të ndara Maduro, veç Maduro dhe veç bashkëshortja, apo ka qenë një proces i përbashkët i të dyve? Në një proces të bashkë në një sallë gjyqësore, fillimisht ka vazhduar Nicolas Maduro dhe më pas është bërë për bashkëshortën e tij, Cilia Flores, e cila është për të thënë që është 6 vjet më e vjetër në moshë se Nicolas Maduro. Ajo ka refuzuar se ka kundërshtuar akuzat duke deklaruar veten të pafajshëm dhe ka thënë që unë jam zonja e parë e Republikës së Venezuelës dhe dua të më respektoni dhe të më trajtoni me dinjitet. Por nuk është që kanë lejuar më pas gjykata që të vazhdojnë të flasin në lidhje me akuzat, për shkak se edhe vetë prokuria është në fazën fillestare, e cila i duhet kohë për të provuar apo për të është bërë ditur në mediat amerikane nëse ka dëshmimtar, nëse ka fakte, nëse ka prova që janë administruar nga prokuroria? Historikisht është diskutuar lidhjet e po themi e Venezuelës ose Maduros me grupet e narkotrafikut. Është mbajtur një qëndrim, po themi, politik më shumë, për të thënë që lidhja e tij me grupet kriminale dhe me grupe me trafikantë drogës nuk ka pas ndonjë publikim zyrtar, po themi, nga institucionet shtetërore të drejtësisë, Departamenti i Drejtësisë, ndonjë provë konkrete deri tani se cila është lidhja e Maduros me grupet terroriste të narkotrafikut. Nga akuzat të cilat kanë dalë tashmë publike dhe të cilat janë bërë, gjithmonë i jepen këto hipotezat e dyshimeve që ky ka qenë pjesë e një grupi caktuar. Okej, Flamur, të lutem shkurtimisht, më përshkruaj cilat kanë qenë reagimet kryesore në politikën amerikane, se në përgjithësi kur Amerika ka bërë ndërhyrje ushtarake gjatë dekadave të fundit, ka pasur një konsensus politik nga të dyja krahët e Capitol Hillit, si nga republikanët ashtu dhe nga demokratët. A është ky rasti? Çfarë reagimesh ka pasur? Ajo që po vazhdon edhe sot debatet është fakti që kongresmen të ndryshëm demokrat kanë ngritur shqetësimin që Marco Rubio i ka gënyer senatorët dhe kongresmenët në takimet që është bërë në lidhje me ato këshillat ose kur bëhen takimet me marrje në pyetje të sekretarit të shtetit. Ata pretendojnë që Marco Rubio i ka gënyer për shkak se në deklarimet e tij para Kongresit dhe Senatit ka thënë që ne nuk po tentojmë të largojmë legitimitetin apo të largojmë presidentin apo të ndryshojmë politikat qeverisë në Venezuelë dhe po themi ka mohuar faktin që do ketë një ndërhyrje ushtarake toksore në Venezuelë. Dhe ndërhyrja e ndodhur me datë 3 janar ka bërë që sipas demokratëve dhe një pjesë të madhe të grupit të majtëve ta akuzojnë Marco Rubion për gënjeshtar për faktin që ka gënyer Senatin. Një pjesë e liberalëve të majtë si Bernie Sanders apo Cortez kanë pretenduar dhe kanë kërkuar që të mblidhet Kongresi dhe Senati të vendosur një rezolut në lidhje me vendimarrjen e presidentit Trump për ndërhyrjen e shtetit e Venezuelës, për shkak se sipas tyre vazhdojnë të argumentojnë faktin që presidenti nuk mund të ndërhyjë ushtarakisht në një shtet tjetër pa marrë miratimin e Kongresit vetëm në rastet e emergjencave. Dhe në rastin konkret ata pretendojnë që nuk kemi pas një emergjencë konkrete për të ndërhyrë në këtë pjesë. Ndërkohë, ajo çfarë po thoja për Marco Rubio është fakti se plani për ndërhyrjen në Venezuelë nuk është i brenda 5 ditëve, komentojnë të majtët në Amerikë.
Plani është mbe muaj dhe 2 ose 3 muaj që po organizohet për të ndërhyrë. Duke qenë që brenda këtyre 3 muajve Marco Rubio ka deklaruar në Senat që nuk do të ketë një ndërhyrje ushtarake në Venezuelë, për këtë fakt është mbajtur një qendrim, po themi që i ka gënjur Senatin dhe Kongresin. Nga ana tjetër, pjesa e majt ose pjesa më e theksuar e të majtës kanë vazhduar të quajnë një shkelje të kushtetutës nga presidenti Trump ndërhyrjen e invazionin e kryer në Venezuelë. Por ajo çfarë është diskutuar nga pala e republikanëve dhe administratës Trump është rasti që po provohet ose po faktohet arsyetimi i tyre ligjor për të ndërhyrë dhe për të arrestuar zotin Maduro është në 2 precedent të gjykatës së lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç do flasim më vonë. Doktrina Kerr dhe Frisbee. Okej, Flamur, falenderoj dhe të uroj edhe një herë një vit të mbar. Regjia, ju lutem më lidhni me juristin Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kreshnik, që nga viti 1648, që nga koha e kur u përcaktuan Shtetet Kombë në traktatin e Westfalis, kryetarët e shteteve kanë pasur një lloj imuniteti në marrëdhëniet ndërkombëtare, në marrëdhëniet mes shteteve. Pra që kur u përcaktuan Shtetet Kombë, ka shumë vetë, kryesisht në Evropë, kryesisht të majtë, që arrestimin e Nicola Maduros nga shteti Amerikan dhe nxjerrjen e tij para një gjykate të New Yorkut e konsiderojnë një cënim të së drejtës ndërkombëtare. A është ky rasti? Rasti i arrestimit të presidentit të Venezuelës është një nga rastet sui generis më të veçantë në historinë e jurisprudencës për disa arsye. E para do të thoja që gjykimi politik dhe diplomatik për shumë nga ne si shqiptar mund të jetë i pranueshëm, por padyshim gjykimi dhe analiza juridike janë të debatueshme dhe të diskutueshme në këtë rast për disa arsye. Rasti i arrestimit të presidentit Venezuelës do të jetë një diskutim i gjatë qoftë nga gjykatat amerikane, por edhe nga gjithë analistët apo juristët në gjithë planetin për disa arsye. E para, për çështjet të problemit të juridiksionit. Pra, a mundet që një shtet të arrestojë një person që ka kryer vepra penale në një shtet tjetër? E dyta, këtu i bashkangjitet subjekti, i cili në rasti konkret është kryetar shteti, dhe si pasojë disa marrëveshje ndërkombëtare, drejta ndërkombëtare i ka dhënë një lloj imuniteti kryetarëve të shteteve për t'u arrestuar në vendet e tyre. E treta, kemi një rast ku gjykata ndërkombëtare penale, gjykata e Hagës, ka nën hetim Maduron, por nuk ka nxjerrë ende një urdhër arresti. Tani këtu fillon gjithë debati juridik. Kjo është një nga arsyet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë pjesë e statutit të Romës, pra atij traktatit të Romës, ku të gjitha shtetet që janë anëtare, përfshirë dhe Venezuelën, përfshirë dhe Shqipërinë, janë pjesë e kontributit të gjykatës së Hagës, gjykatës ndërkombëtare penale, që heton krime që lidhen krime kundër njerëzimit, krime të cilat lidhen me terrorizmin, vepra penale që lidhen me torturën etj. Ka disa denoncime nga vendet fqinj të Venezuelës, është Kolumbia dhe Argentina, apo dhe 2 shtete tjera të Amerikës Latine që e kanë denoncuar Maduron, i cili politikisht dhe diplomatikisht përbënte një kërcënim jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për Amerikën Latine, por kjo i përket pastaj një analizë tjetër, por nga ana tjetër ende nuk kishte një urdhër arresti nga kjo gjykatë. Pra, nuk kishim një urdhër arresti si Slobodan Miloševići, dhe të gjithë ata të cilët e gjykojnë juridikisht. Po kemi rastin precedentin e Noriegës në vitin 1989, dhe ai ishte kryetar shteti dhe ai akuzohej për trafik narkotikësh dhe ai u rrëmbye, madje historia e tij është shumë e bukur. Do se ai para se të arrestohej u fut në ambasadën e Vatikanit, kërkoi strehim politik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e cënuan sovranitetin e selisë diplomatike, por ndërkohë ngritën ato palante pa fund, e rrethuan dhomën
e ku flinte Noriega me bokse dhe me altoparlant dhe ku pafundësisht luej heavy metal. Gati në gjendje skizofrenike u dorëzua më në fund se nuk përballonte dot më. Rasti i para 30 viteve të Noriegës, po, për disa arsye nuk është i ngjashëm, sepse përsëri është i njëanshëm, është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është nga gjykata ndërkombëtare. Po përse thua jurisdiksioni ka ndodhur në një shtet tjetër? Prit, ta mbaroj. Shtetet e Bashkuara, drejtësia amerikane thonë që efektet e narkotrafikut kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, sepse droga është shitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani po ta vëmë re, ka brenda 24 orësh ka një ndryshim të akuzave për Maduron. Maduro nuk akuzohet më vetëm për trafik droge. Maduro sot, ashtu siç deklaroi kolegu juaj Flamur Neza, ka një sër akuzash të tjera që lidhen me bashkëpunim me strukturat organizuara kriminale, me terrorizmin, lidhen me trafik armësh, pra lidhen me cënimin e integritetit territorial të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Noriega nuk ka qenë kryetar shteti në momentin e arrestimit. Ka qenë kryetar shteti de facto ishte. Një sekond, pra. Shiko, se edhe ne nuk e kishim shokun Enver, nuk e kishim kryetar shteti. De jure, kishim shokun Haxhi. Por kryetar shteti de facto ishte shoku Enver. Pozicioni juridik dhe politik i Noriegës nuk ishte i ngjashëm aktualisht me Maduron. Nga ana tjetër, ka pas bashkëpunim të strukturave, institucioneve lokale në arrestimin e Noriegës, ndërkohë në arrestimin e Maduros nuk ka një bashkëpunim. Nga ana tjetër, po ta vëmë re, ka dhe një ndryshim të interpretimit politik që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse pardje u tha që ne do i qeverisim deri në zgjedhjet e reja Okej, do të flasim për atë çfarë do ndodhi, do të flasim më pas. Kemi dy orë kohë. Po të lutem ta shpërndajë tek të ftuarit në studio. Sot u tha që nuk është operacion ushtarak, është operacion policor. Arrestim individual. U mor dikush i kërkuar nga drejtësia dhe u çua para gjykatës. Të lutem qëndro në linjë. Regjia, ju lutem, më nxirni në mur hartën e operacionit. Ata prandaj kanë nxjerrë. Pra, këtu kemi Venezuelën. U largua nga Karakasi me një helikopter amerikan në orët e para të së shtunës. Pika e parë. Pikën e dytë, u dërgua në bordin e aeroplanbajtëses, e cila ishte në ujrat ndërkombëtare. Më pas u çua në pjesën amerikane të Kubës, në Guantanamo Bay, në bazën ushtarake të. Dhe më pas nga aty është quar në New York. Pra fillimisht është marrë me helikopter, pastaj është quar në anije, nga anija është quar me avion që ka përfunduar me shapka dhe me një shishe ujë në dorë në New York. General, qa ishte kjo operacion do? Në 3 nivele ajri. Fillimisht ishin dronët, mbi dronë ishin helikopterët, dhe mbi helikopterët ishin 150 avion. Ka ndodhur më parë kjo? Mund na i shpjegoni operacionin? Data 3 janar e fillimit e vitit 2026 solli një lajm bomb, do thosha për gjithë globin, ku pati reagime të ndryshme pro dhe kundra, siç u theksua edhe nga parafolësit në lidhje me aspektin juridik dhe ligjor të veprimit dhe të arrestimit e ekstradimit për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do doja ta trajtoja në aspektin e ushtarak të përgatitjes dhe ekzekutimit të këtij operacioni special, do ta thosha spektakolar. Këtë, siç ju e përmendët në fillim të emisionit, është tepër e vështirë në trajnime jo, por dhe në filma të mund të realizosh me kapacitetet të tilla dhe në një kohë kaq të shkurtër, pa patur asnjë lloj humbje, përjashtuar dëme kolaterale që quhen aty ku u goditën, duke paralizuar së pari
në mënyrë spektakolare 7 apo 8 pikat ose stacionimet kryesore për të eliminuar mënyrën e veprimit dhe të kundra veprimit të gjitha strukturave ushtarake venezueliane. Kjo u arrit me 3 komponentët në pjesëmarrje në operacion special. Ky është me plot kuptimin e fjalës, si në aspektin teorik dhe atë të përgatitjes e të realizimit operacion spektakolar, pra special. Për pjesëmarrjen, për mënyrën e koordinimit dhe të bashkëpunimit. Ka precedent të tillë ose më saktë? Jo, deri tani nuk ka një. Ku dallon ai sepse do një operacion kaq spektakolar që shikohej do nga zyra e shtëpisë së bardhë, nga ajo qendra e operacionaleve, nga në kohën e presidentit Obama, drejtuesit më të lartë të Shtetit Amerikan shikonin operacionin e ekzekutimit të Bin Ladenit. Tani do nga Mar-a-Lago u zhvendosën pajisjet dhe mundet shikohej nga drejtuesit e Shtetit Amerikan operacioni i marrjes i arrestimit të Maduros. Këto dy ku ngjasojnë me njëri tjetrin këto, se ku dallojnë? Për fatin e mirë të zhvillimit të paimagjinueshëm të infrastrukturës së rrjeteve dhe të mundësisë së filmimit, por dhe të transmetimit të saj në kohë reale, është një anë. Po unë do doja të theksoja si rrallë deri tani të paktën çfarë ne kemi lexuar dhe kemi dëgjuar dhe kemi parë, në çfarë është zhvilluar një operacion kaq i koordinuar, i mirë koordinuar dhe me pjesëmarrjen e të gjithë komponentëve luftarak, do thosha. Pra, forca toksore, forca detare, forca ajrore, që natyrisht parësore ka qenë forca ajrore dhe vazhdon të jetë në të gjitha llojet. Si janë ndërlidhur ato? Mund na i shpjegoni nga pikpamja profesionale? Sepse dhe mua kjo më bëri 3 shtresëzime. Dron, helikopter, 150 avion me si koordinoheshin, cila që detyra e secilit prej tyre. Të gjitha koordinohen, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një avion që quhet AVAX, në cili rrit gjatë gjithë kohës në hapësirën ajrore, në distanca të tilla që as nuk mund goditet e as nuk mund ndërpritet. Dhe nëpërmjet saj gjithçka kombinohet e koordinohet dhe veten në njësinë reale të kohës tek komandat respektive. Pra komanda jepej nga një avion? Po, atje gjithçka që ishin aty ishin spektatorë të Mar-a-Lago. Nëpërmjet kësaj pike kryesore ku shkon dhe shpërndahet informacioni në kohë reale. Dhe e gjitha kjo arrin që komandat respektive, si në operacion, edhe ato që janë të përqendruara deri në Ministrinë e Luftës dhe në drejtimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, janë gati të ndërhyjnë, të interferojnë dhe secili të di në kohë reale se çfarë duhet bëjë dhe cila është puna e tij dhe detyra e tij reale. Kjo është për mua spektakolare dhe në njësinë e kohës dhe me pjesëmarrjen e trupave toksore, detare dhe ajrore. Natyrisht ka patur edhe një koordinim real edhe me shërbimet e fshehta që kanë marrë informacionin prej kohësh e gjatë kohës së përgatitjes që është bërë, sa ati u tha që ka qenë planifikuar, vendimi ka qenë marrë për të ekzekutuar 4 ditë më parë, por për arsye të ndryshimeve meteorologjike që nuk e krijonin një mundësi apo krijonin pengesa në realizimin perfekt të tij, atëherë u shty në kohë. Aq sa aty për të ruajtur, si i themi ne, befasinë e plot në ruajt befasia? Befasia e plot në operacion është ruajtur dhe kjo është avantazhi i madh në çdo lloj operacioni, qoftë ky special apo konflikt apo përplasje në luftra të palëve. Ky është elementi në të cilin është sa në dorën tënde, po e quajmë sigurie drejtuesi një trupe, aq në timën dhe anon si e drejta 50-50. Kush merr iniciativën dhe kush e shfrytëzon këtë, ai është i fituari dhe këtë faktor jashtëzakonisht të rëndësishëm e ka në favorin e tij dhe aty fillon zbritja 50% tuaj dhe plotësimi i 100% tim për të realizuar misionin e caktuar. Kjo u arrit në mënyrë si që ndërtuar mbrojtja bunkeri në thonjza i Maduros dhe si u thye kjo nga kjo Delta Force. Të gjitha janë të përgatitur dhe informacionin më parshëm këta e kanë marrë nëpërmjet bashkëpunimit dhe interferimit të shërbimeve të fshehta, natyrisht besoj unë, edhe duke pasur e duke koordinuar edhe me pjesën që kanë qenë brenda territorit venezuelian. Infiltruar. Sepse relativisht janë të infiltruar apo
të tjerë të cilët janë, ekzistojnë dhe shërbime. Shërbimet e fshehta tashmë e dim ne që edhe në kohë paqe, aq më tepër në konflikte apo të realizimit të një misioni të tillë janë dhe ata punojnë non-stop 24 orë. Kanë detyrimin e tyre të marrin dhe detyrimisht për fatin e këtij operacioni apo për të tjera fate që vendosën në glob, janë informacione të klasifikuara që shumë pak veta e din. Në momentin kur ky informacion bëhet i ditur për publikun, është mbyll misioni dhe qëllimi i tij. Në këto kushte ata shmangën edhe Kongresin, sepse të ndërhysh apo të përdorish trupa toksore në një territor të një shteti sovran, duhet marrësh miratim në Kongres. Nuk e bëri. Kjo ka qenë arsye që Rrugë elementi i befasisë. Absolutisht, elementi i befasisë. Elementi i befasisë një, lloji dhe trupave që marrin pjesë në operacion dhe teknologjia e jashtëzakonshme janë tre elementet vendimtar në Këtë teknologjie kanë fuqitë e tjera të mëdha? Këtë operacion mund ta bënte për shembull le të themi Kina, Rusia. Unë nuk marr përshtypje për të bërë, si më thënë, kapacitetet i njihni. Jam i bindur që Kina mund t'i përafrohet, por Rusia nuk besoj. Dhe asnjë vend tjetër mbase edhe Izraeli. Sa i përket teknologjisë reale që e kanë dhe duhet. Nga informacioni ndoshta Izraeli ishte edhe një hap para ndoshta. Nuk besoj hap para, nuk besoj për sa kohë ka një teknologji, por nuk ka një aftësi. Po t'ishte në këtë lloj teknologjie edhe armatimi, një hap para Izraeli nuk do të alite e besonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të goditur Iranin. Për të goditur atë. Natyrisht nuk i ka këtë lloj kapaciteti. Sepse ai lloj avioni që goditi Iranin nuk e kanë vendet e tjera. Qartë, po të qëndrojmë tek operacioni i 2 netëve më parë. Si shpjegohet, si është e mundur doon? Asnjë, vetëm disa ushtarë të plagosur, ndërkohë që sipas mediave kanë mbi 40 të vrarë nga truprojet e Maduros, nga cilët 32 kubanezë. Kjo shpjegohet me faktin që ata janë specialistë dhe të mirë trajnuar, të përgatitur dhe gjatë kohës forcat përgjithsisht, gjitha llojet e forcave. Toksore, aerore, 3 komponentë kryesorë, po pa fol për ato speciale e Delta Force. Bëjnë trajnime të përhershme, dhe nëse do të cilë një shembull pak vulgar si puna e qitësit, që nëse nuk trajnohet çdo ditë, nuk godet në 10. Dhe detyrimisht që ata trajnohen në mënyrë perfekte dhe në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ata kanë krijuar besim tek njëri tjetri reciprok, aq sa nuk lëviz asgjë nga ajo çfarë planifikohet. Dhe kjo është fati i tyre, i përgatitjes dhe aftësive që kanë për të mos humbur asgjë. Kjo Amerika që nëse na kujtohet në vitet 70 në luftën amerikano-vietnameze, se çfarë ka mësuar. Dhe nga ajo ka mësuar. Ka mësuar dhe trajnohen sot ushtarët dhe krijojnë një kohezion të tillë, një frymë të tillë që nuk dështon apo nuk çdon asgjë. Nëse arrihet kjo përsosmëri dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës na vendet që ne njohim dhe kemi studiuar, por dhe në stërvitet e përbashkëta që kemi realizuar dhe vazhdojmë të realizojmë me NATO-n, që prej 16 vjeç tashmë jemi edhe në vend antar me Këtë trupa Delta ku stërvitej kjo? Këto kanë territoret e tyre të përcaktuara dhe shumë mirë të ruajtura, sepse ka shqiptarë që janë trajnuar aty? Ka dhe shqiptarë që janë trajnuar, ata përpara se të futen atje do të kalojnë disa teste relativisht shqiptarë të forcave të armatosura të Shqipërisë. Se deri në West Point do në akademinë më të madhe. Jo shqiptarë të forcave të armatosura, sepse në West Point kanë mbaruar shqiptarë plot dhe janë kthyer janë forcat armatosura tonë sot, apo kemi pat ata që janë tashmë me prejare do thosha shqiptarë. Rangers ka pasur, komando ka pasur, por Delta nuk ka pasur. Kjo është jo për shqiptarë që kemi ne, e kemi patur në forcat armatosura. Ata të cilët janë lindur dhe rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë me origjina, do thosha, sepse secili ka një test dhe këto testa është jo e lehtë për t'i kaluar. Nuk ka pasur sepse janë vetëm për shtetas amerikanë dhe është një lloj know-how, një lloj dije, një lloj mundësi përgatitje që ju formohet, ju jepet vetëm amerikanëve. Me sa unë kam informacion, apo nuk është i hapur, nuk i kanë testuar shqiptarët. Me sa unë informacion kam, nuk është i hapur për shtetasit e tjerë. Pavarësisht ka mundësive dhe testeve që ata mund t'i hedhin. Sepse elementi siguri dhe besim duhet të jetë në një masë shumë të lartë. General, falenderoj dhe ndërhyj sa herë
ta gjykosh. Faleminderit ju. Regjia, ju lutem më nxirrni tabelën e rezervave të naftës globale, cilat janë 10 vendet me rezervat më të mëdha të naftës në botë. E para është Venezuela me 303 miliard fuqi. E dyta Arabia Saudite 267, Irani me 209 miliard fuqi, Kanadaja me 171, Iraku me 145 miliard fuqi, Emiratet e Bashkuara me 112, Kuwaiti me 102, Rusia me 80, Libia me 48 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 45. Kjo tabel, profesor, gjatë 48 orëve të fundit ka bërë xhiron e të gjitha mediave të botës. Madje gjithë politikanët, sidomos në Evropë, thonë domun që kjo ndërhyrje nuk që për trafik droge, sepse ish presidentin e Hondurasit, Trumpi pak që dënuar për trafik droge e liroj. E doni i hoqi akuzat që kishte. Ndërkohë, tabel fakt duhet shoqërohet me një tabel tjetër në sensin e kundërt, jo thjesht rezervat e naftës, po ato të prodhimit. Produsit kryesor të naftës. Dhe produsi kryesor i naftës në botë është vendi i fundit për rezerva që ashtu, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sot janë produsi më i madh, edhe më i madh se Arabia Saudite, bashkë me Iranin. Kështu që duhet parë në dy aspektet. Venezuela ka rezervat më mëdha potenciale, por ka një problem specifike, ka naftën, atë që ne i themi naftë. Si puna jonë që ka të pa kërkon rafinerim të madh. Është shumë speciale për të përpunuar. Faktikisht për vite të tëra para se të shtetëzohej në kohën e fillimit të Hugo Chávezit para Maduro sektori naftës, ishin rafinerit kryesore në Florida dhe në Shtetet e Bashkuara përpunuesit kryesore të naftës venezuelane. Po edhe nxjerrësit ishin Chevroni, Evroni, do që ishin kompanitë amerikane. Përveç që duan kapacitete rafinuese shumë të sofistikuara dhe me përme teknologjike, edhe vetë në Venezuelë, rafinimi kësaj nafte kërkon shumë aditiv, shumë element shtesë që të mund të realizohet. Dhe kjo ka vështirësuar. Kështu që Venezuela vërtet ka 303 miliard fuqi si potencial, por aktualisht eksportin e ka më pak se 1 milion fuqi në ditë, që është nga produsit më të pakët, megjithëse është edhe vendi OPEC-u. Tani, po ndërkohë 10 vjet më parë kishte 2 fishin, kishte 2 milion fuqi. Edhe 3 milion ka arritur, tani është më pak se, domethënë, 1/3 Përse? Asaj, sepse nuk ka avancuar në teknologji, që është kryesorja, duke qenë që ka shtetëzuar, ka kufizuar shumë investimet për sa i përket teknologjisë dhe ka filluar së fundmi që ta ketë industrinë e naftës jo më sektorin prioritar siç e ka pasur me cilin mbahej dhe vendi, duke u lidhur më shumë për eksportet kryesisht me Kinën apo me vende të tjera. 68% të naftës e eksporton në Kinë. Eksporton të në Kinë. Kështu që duke referuar edhe fjalës presidentit Trump që e theksoi që ne do kujdesemi për administrimin e Venezuelës dhe në mënyrë të veçantë për sektorin e naftës, i cili duhet shkojnë në favor të popullit të Venezuelës të ardhurat dhe jo të keq përdorohen apo të shpërdorohen, unë do ta shikoja problemin në një këndvështrim më të gjerë në atë që quhet gjeopolitika e naftës sot, se çfarë po ndodh. Megjithëse Venezuela praktikisht është një vend me eksporte të pakta, pavarësisht nga rezervat e mëdha, përsëri është një faktor në gjeopolitikën e naftës, për arsye sepse mund në një moment caktuar të bëhet determinues për sa i përket edhe çmimit të naftës në nivel ndërkombëtar, po dhe të jetë aktor i rëndësishëm në gjithë krizat e mundshme që ka sektori i energjisë dhe sektori i naftës. Një krizë në lindjen e mesme, kriza siç u bë nga ndërhyrja ushtarake ruse në Ukrainë, problemet e sanksioneve edhe në raport me Iranin dhe në raport me Rusinë ose me vende të tjera, pra i ka gjitha potencialet që Venezuela të ishte një vend që luan një rol në çmimin e naftës në nivel ndërkombëtar, në kapacitetet e prodhimit për sa i përket kuotave në kuadrin e OPEC-ut, dhe të gjitha këto në sensin e një vendi strategjikisht armiqësor me Perëndimin përgjithësi dhe me Shtetet e Bashkuara në veçantisë për shumë e shumë arsye. Kështu që
ajo që thuhet që presidenti Trump e përmendi disa herë marrja në administrim e sektorit naftës, nuk kupton disa elementë, që nga elementet teknik, si thua, të prodhimit, sepse nafta, kur të kontrollosh një sektor, nafta kontrollon disa segmente, kontrollon nxjerrjen, kontrollon përpunimin, kontrollon teknologjinë, kontrollon rrjetet tregtare se si shpërndahet, kontrollon sistemin e pagesave, kontrollon monedhën me të cilën bëhet dhe vendet me të cilat tregtohet kjo naftë. Kështu që nuk është thjesht çështja që po merr kontroll Venezuelën, edhe do marrësh kontroll sektorin e naftës. Mund ta marrësh kontroll sektorin e naftës edhe pa qenë në Venezuelë. Por ndërkohë, industria e naftës, deri para pak kohësh, deri para luftës në Ukrainë, zhvilloi me dollar. Gjithçka blihej dhe shitej me dollar. Ndërkohë, tani vendet e BRICS-it filluan që të shmangnin dollarin dhe të përdornin monedat e tyre respektive. Tani duke futur në kontroll mbi 50% të industrisë globale të naftës, e shmang këtë rrezik të de-dollarizimit të industrisë së naftës Amerika dhe a e shpëton monedhën e saj, sepse shumë veta po paralajmëronin një apokalips për dollarin. Në kuadrin gjeopolitik dhe ndërkombëtar, ky është një nga konfliktet që po ndodhin midis, si thoshte, edhe bashkuara dhe vendeve BRICS, në shumë aspekte. Një nga aspektet është edhe rrëzimi i mitit dollarit, për fillimi i mos përdorimit dollarit në mënyrë të veçantë petrodollarëve që janë dollarët e naftës dhe përdorimi i monedhave tjera në tregti ndërkombëtare. Bile edhe po ti referohemi pak, po të rigjemi pak mrapa, gjithë politikat e tarifave që presidenti Trump sapo erdhi në pushtet filloi të aplikonte, nuk ishin thjesht dhe vetëm politika tregtare. Ishin politika ekonomike, politika globale, me një synim dhe një vështrim më të gjerë. Kështu që dhe në këtë aspekt, fakti që Venezuela filloi dhe tregtin që bënte në kuadrin e BRICS-it, ta bënte me logjikën e BRICS-it për ta përjashtuar dollarin, se sidomos gjithë cirkuitin e petrodollarit duke përdorur monedha të tjera, edhe ky është një faktor në këtë, po themi, luftë gjeopolitike që po zhvillohet sot për sektorin e energjisë, ku nafta zë vendin kryesor, se Venezuela ka edhe gaz shumë, jo vetëm naftë. Kështu që problemi tani që shtrohet është çfarë do bëhet me sektorin e naftës në Venezuelë. Shumë studius, analist në ditët e fundit, duke referuar edhe fjalës presidentit Trump, edhe sekretarit shtetit Rubio, nuk është diçka që ndodh sot për nesër. Është një sektor që është shumë brapa nga ana teknologjike, është një sektor i shtetëzuar për kompanitë më të mëdha, jo vetëm amerikane, po edhe europiane, janë të përjashtuara nga një situatë që kanë pasur 15 apo 20 vite më para ku kanë qenë prezente, dhe investimet në teknologji janë minimale, dhe gjithë struktura dhe rrjeti i shpërndarjes i pagesave, i kontrollit, është deformuar si thosh me atë çka qenë. Kështu që pra nuk është si në rastin e Irakut ku infrastruktura ishte tërësisht e ngritur dhe në rastin e Irakut dhe jo rastësisht përmendet shifra $100 miliard si nevojë për investime në këtë në sektorin. 100 miliard për ta ringritur. Që brenda një periudhe ndoshta mund të jetë që nga 5 deri 10 apo 15 vite që të ndodhi gjithë ky ndryshim që ne po themi. Pra është një strategji dhe gjeopolitik shumë e gjerë se sa thjesht një veprim për të marrë një sektor edhe njërë në kontroll. Kështu që unë mendoj që situata duhet parë në një këndvështrim më të gjerë të një strategjie të re gjeopolitike, jo rastësisht përmendet edhe Kolumbia, përmendet do flasim pra edhe Kuba, por gjeopolitika e naftës sot është elementi kryesor, jo vetëm i globalizimit në përgjithësi, po i gjithë rendit ekonomik edhe financiar botëror për sa i përket energjisë. Kështu që në këtë aspekt, qoftë nga ana potenciale, qoftë nga ana konkrete, Venezuela përbën një nyje të rëndësishme që duhet marrë në konsiderat në kuadrin e kësaj përpjekje për t'i dhënë atë zgjidhje që edhe Shtetet Bashkuara këto ditë kanë artikuluar shpesh, pra marrjen në administrim dhe ndryshimin e strukturës dhe mënyrës funksionimit të gjithë sektorit naftës. Esmeralda, çfarë po ndodh aktualisht në Caracas?
të iqesh një kryetar shteti që ka drejtuar në mënyrën më autoritare të mundshme, bashkë me atë që ishte numri 2 reali i regjimit, krijohet një vakum i jashtëzakonshëm. Çfarë ndodh dhe çfarë pritet të ndodh aty? Kam përshtypjen se i gjithë operacioni, përveç se ushtarak i inteligjencës ka qenë i mirë organizuar edhe me bashkëpunëtorë, dhe një ndër to natyrisht është zëvendës presidentja e Venezuelës. Pa dashje Trumpi e dekonspiroi, por më pas u mundua sërish të tërhiqej, duke i bërë edhe një farë presioni. Diskutimet për dorëzimin apo një marrëveshje me Maduron filluan shumë kohë më përpara. Pati një ofertë që u bë nga shtatori, nuk e pranoi, më pas u diskutua në Doha dhe paktën siç flitet, ka qenë vetë zëvendës presidentja, që sot është betuar edhe si presidente në detyrë e Venezuelës, në këto bisedime pra për të lëshuar Maduron dhe ajo për të marrë pozicionin, ajo është edhe përgjegjësja ministre, po them, përgjegjëse për naftën, dhe vllai i saj, një njeri shumë i pushtetshëm, është drejtuesi i asamblesë i parlamentit të Venezuelës. Pra, ka qenë më shumë se e mirë organizuar, jo vetëm ushtarakisht, e gjithë dorëzimi kontrolluar, po them, i Maduros tek autoritetet amerikane. Tashmë ka një presidente në detyrë. Presidenti amerikan u kujdes për të thënë që ne nuk është se po punojmë që liderja opozitare që u mori dhe Nobelin të marrë pushtetin aty, ajo nuk ka mbështetjen, tha Trumpi, të forcave. Ka disa versione, njëra që ai që u zgjodh, lideri i opozitës që u zgjodh në vitin 2024 dhe që u njoh nga gjithë vendet perëndimore. Po, por ai prapë do të shkojë në zgjedhje. Të shkonte të shkojë në zyrë. Një tjetër është kjo Nobelistja që është shefja tjetër e opozitës. Ato e përjashtoi Trumpi. Tani për të menaxhuar situatën. Pikërisht tek krau i djathi i Maduros. Për të krijuar një lloj garancie. Një pushtet të ngritur. Ai që është brenda sistemit. Pra, revoltën brenda, po them, forcave të ushtrisë, apo atyre pak mbështetësve që i kanë mbetur, sepse duket se brenda fakti që ruaj nga kubanez, do të thotë që ai s'kishte as besimin e ushtrisë apo të njerëzve të Venezuelës. Por, për të ruajtur, për të mos ndodhur çfarë ndodhi në Irak apo në vende tjera, atëherë është e plot fuqishmja mbas Maduros që do të ruajë rendin dhe sigurinë. Ka me kushtetutë atë. Po, jo, po them, edhe sikur të donin, po them, ta kishin në dorë që ta arrozonin edhe të sillnin presidentin që mendohet se është i lishmi, ata po e menaxhojnë edhe një farë revolta apo një farë krize që të mos ju kthejë mbrapsht, pra siç ndodhi në Iran. Dhe kështu, për një farë kohë të caktuar, mund të qëndroj zonja në detyrë, e cila sot kishtë ndruar dhe retorikën, që ne nuk duam armiqësi me Shtetet e Bashkuara, ne duam të jetojmë në paqe, të bashkëpunojmë për zhvillimin e vendit. Pas kërcënimit të Trumpit që tha se mund ketë fat më të keq se sa Maduro. Cili është fati më i keq se sa të ta arrestojnë, të të vrasin? Një moment, po pra, në një moment Trumpi e dekonspiroi atë. Në konferencën për shtyp, Trumpi tha që ne së bashku me Marco Rubio, tha, ka folur me zëvendës presidentën dhe ne do ta bashkëdrejtojmë. Jo, ne do ta drejtojmë ta. Po pra, bashkë me atë, se kishte folur. Do ta marrim në administrim, po pra, sepse Marco Rubio ka diskutuar. Ne do ta qeverisim. Po, ka diskutuar, po Trumpi çdo njeri që e ka të vetën mendon se e qeveris, nuk ka gjë, dhe mund të jetë ajo, prapa i do thotë ne do ta qeverisim. S'ka rëndësi se është ajo. Më pas, doli ajo, detyruan të dilte, po të shikosh gjithë atë, dhe tha që ne duam të na rikthehet presidenti, ne nuk pranojmë Amerikën. Doli më pas Trumpi dhe e kërcënoi atë. Pra kam përshtypjen ishte pak një menaxhim që i shpëtoi Trumpit në atë moment, siç është ai, dhe pastaj, domethënë, tani sot ajo doli dhe tha, pra kam përshtypjen gjithçka është bërë dhe përmes zëvendës presidentes, që sot është presidente në detyrë, ata po menaxhojnë gjithë këtë tranzicionin, po them, të gjithë gjë, çfarë do të ndodhë në Venezuelë, që situata të mos ju dalë jashtë kontrollit, dhe që Amerika të ketë zonën e saj të influencës, që e ka pasur gjithmonë për ta hequr nga influenca e Rusisë, apo e Rusisë apo e Kinës. Pra, doktrina Monroe e rregulluar nga Roosevelt. Doktrina Monroe, por paraprakisht, si mund të ruhet siguria aty? Që mos kthehet kaosi në Irak. Idenë që e nderuar Esmeralda e tha,
ne pjesën ushtarake të çdo lloj operacioni që zhvillohet, kemi mësimet e nxjerra. Dhe amerikanë në këtë rast, nga mënyra si veprojnë në Afganistan, në Irak dhe në vende të tjera, kanë nxjerrë një farë mësimi që pas operacionit dhe ndërhyrjes, kush do t'jetë metoda më e mirë që ne të mos përsërisim gabimet e të kaluarës, atëherë detyrimisht ka qenë kjo pjesa e bashkëveprimit dhe e koordinimit, por duke i zhvendosur gjërat në kohën hapësirë, presidentës në detyrë të zgjedhur. Mos gabimi që bën në Irak, mos ka qenë doon që shpërndan partinë Baath. Kjo ishte doon që partinë e Saddamit. E shpërndan. Aty doon që kanë kosto. Dhe kjo ishte ajo mënyra që mësimet e nxjerra të tyre në luftra dhe në operacionet që zhvillojnë luftarake i përdorin për të përmirësuar ato çfarë ata kanë arritur për të mos bërë e përsëritur të njëjtat gabime. Dhe në këtë rast ka qenë zëvendës presidentja, por duke zhvendosur gjërat në kohën hapësirë asaj, i duhet që të mbajë dhe pozicion jashtë vetes për të parë se si reagojnë qytetarët e saj. Dhe detyrimisht që bëhet kjo loja diplomatike në duhet një lloj amortizatori. Të them që unë jam kundër atë të na kthejnë presidentin, po kur shikon kërstimin dhe metodën jo shumë diplomatike që Trumpi tashmë e ka të konfiguruar dhe e thekson, e nuk i bie larg si i themi ne me diplomaci, po drejt për drejt i thot dhe i kërcënon, atëherë detyrimisht që gjërat zbuten dhe unë besoj që të dy palët, po në veçanti Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mësuar shumë nga zhvillimet e kaluara dhe tashmë tranzicioni besoj që do të realizohet i qetë dhe pa ndërhyrje të nevojshme, domosdoshme tjetër. CNN-i thoshte që gjatë 48 orëve të fundit, Trumpi vetëm fjalën demokraci nuk e ka përdorur, asnjëherë. Sepse ka një gjë, tani ne duhet kuptojmë pak edhe mënyrën Trumpi në konferencën për shtyp nuk është duke ju folur as europianëve, as amerikanëve, as perëndimorëve. Trumpi ju flet qytetarëve të Venezuelës. Çfarë duhet të dëgjojnë? Ata janë një popull i varfër, i shtypur dhe shohin që presidenti i tyre ka 10 miliard dollar në bankat e Zvicrës, ndërkohë që ata janë në varfëri shumë të madhe si popull. Trumpi, kur u flet aty, u flet, ju keni një pasuri shumë të madhe, keni naftën, ju mund bëheni sërish të mëdhenj. Dakor, po edhe në çik demokraci tu thoshte doon, siç kanë thënë presidentit e mëparshëm amerikan. Sepse ka folur Michael Waltz, desha ta them pak, dhe po përmend vetëm disa pika që i ka parashtruar në Këshillin e Sigurimit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara, dhe prandaj lexon gjithandaj po ta shikosh çdo foto të Madurës ka një person në krahun e tij, mbrapa tij, anash tij, të shkruar DEA. Operacion policor i mbështetur nga ushtria, sepse janë të kujdesshëm deri në detaje, sepse ky është aspekti më pas ligjor i saj. Po ti shikosh në të gjitha fotot ke një DEA. Madje edhe tapeti kur e thot ka kryer një operacion të sakt ligjor kundër Nicolas Maduros dhe bashkëshortës së tij, të akuzuar për narkoterrorizëm dhe krime ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Operacioni nuk është një luftë kundër Venezuelës, por një ndjekje ligjore për krime që zgjasin prej 15 vjetësh. Në 2020 ka akt akuzë ndaj Maduros, nuk është e tanishmja. Pra, domethënë gjitha këto akuza i ka pasur. Një veprim i ngjashëm i bërë në 1989 me Noriegën, atë që e sodhe në vëmendje. Maduro nuk ishte president legjitim, ai manipuloi zgjedhjet për qëndruar në pushtet. Në zgjedhjet e 2024 u konsiderua një farsë nga një panel i OKB-s. Pra, i bie dhe ajo që është president, nuk jetë si kryetar shteti. Mbi 50 vende përfshirë Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, nuk e njohin Maduron si president legjitim. Edhe kjo pra nuk është një president legjitim në detyrë që të jep atë imunitetin dhe regjimi i tij pastaj i bën të lidhurat me krimen e tjera. Në fakt do doja të shpjegoje çfarë është kjo doktrina Monroe. Sepse gjithë administrata e Trumpit, përfshirë dhe presidentin Trump, thonë që kjo ndërhyrje u bë në zbatim të doktrinës Monroe. Kemi dhe sot deklaratën e Departamentit të Shtetit, që thotë doon që është hemisfera jonë perëndimore dhe jonë e kishin të 4 gërmat me kapitale. E korrigjuar nga Roosevelti. Në fakt desha të bëj në vazhdim të shpjegimit, desha të bëj një saktësim që ditën e parë, pra që në momentin që kanë dalë në konferencë shtypi, presidenti Trump dhe sekretari Rubio kanë thënë që është një ndërhyrje policore.
Pra e kanë theksuar, kanë qenë shumë të kujdesshëm për ta theksuar këtë. Tashi për dalë tek pyetja. Si fillim, doktrina Monroe doli për të kundërshtuar veprimet kolonialiste Kush ishte Monroe? të europianëve që kishin zhvilluar në Amerikën Latine, në Afrikë apo në Azi. Kush ishte James Monroe? Ta marrim njerë. Monroe ka qenë një nga Presidentet e parë të shtetit. presidentet e parë, por në formimin e tij ai njihet edhe si shkolla geopolitike amerikane. Po. Pra kujdes, kemi E izolacionizmit. Kemi 4 shkolla mendimi në botë të geopolitikës, po ta krahasojmë me shkencat e tjera, geopolitika është relativisht e re si shkencë. Pra është fundi i shekullit mesi dhe fundi i shekullit 19 dhe fillimet e saj si shkolla fillon me unifikimin e Gjermanisë si shtet. Por ishte edhe momenti kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dilnin si fuqi botërore. Pra nuk kishin akoma, sepse ishte Britania, Franca, doli Gjermania, por po dilnin edhe Shtetet e Bashkuara në pjesën e Atlantikut perëndimor ose në pjesën e oqeanit paqësor dhe Atlantikut. Kundërshtimi, pra, ideja e parë e Monroe ishte që të kundërshtoj dominimin botëror siç e kishin bërë europianët deri në atë moment me një metodologji krejt tjetër. Dhe kjo ishte... Pra ta marrim në situatën në kohën para Monroe ishte që Amerikën Latine dhe Amerikën Qendrore kontrollonin kryesisht spanjollët dhe portugezët, deri diku dhe francezët. Që kishin edhe vazhdojnë të kenë akoma. Shumë pak. Po, në Afrikë ishin francezët dhe britanikët, kishin futur pak gjermanët, du ta kujtojmë të pak gjermanët, në Kamerun dhe në 2 vendet në Afrikën e Jugut, në Zambia dhe Zimbabwe, kishin filluar të nguliteshin. Pas traktatit të Berlinit. Po, në Azi ishin francezët, portugezët, britanikët, të cilët dominonin pjesën kryesore në Azi, pra ishte një mënyrë e pushtimit që u quajt kolonializim. Dhe Monroe në thelb godet këtë mënyrë të përdorur nga europianët. Por më lejo pak që të kthehemi tek debati kryesor i aksionit që lidhet direkt me doktrinën Monroe, i aksionit që ka ndodhur me datën 3 në Caracas. Pse është ligjor në pikpamjen time? Parimi bazë i ligjit, si ligjit të brendshëm, si ligjit të jashtëm, pra marrëdhënieve ndërkombëtare, është barazia para tij. Kemi më shumë se 13 vjet ku 2 palë, njëra palë i ka shpall luftë palës tjetër dhe me shumë precizion po e shkatërron atë, ndërsa pala tjetër, që janë në këtë rast janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka vepruar deri me datën 3, janar 2026. Në momentin që partia naziste ose nacional-socialistët erdhen në pushtet në Gjermani në vitin 1932, shefi i propagandës së partisë, Goebbels, e njohim gjithë, e kemi dëgjuar, filloi atë që sot njihet si lufta hibride. Por rolin kryesor në luftën hibride, përcaktimin kryesor e bëri generali ose komandanti i forcave të armatosura ruse në 2014, Gerasimov. Dhe sot lufta hibride njihet ose me emrin luftë hibride ose teoria Gerasimov. Generali shumë i saktë. Generali e din. Çfarë është lufta hibride? Çfarë do të thotë? Shkatërrimi i armikut pa përdorur mjetet konvencionale të luftës së përgjithshme. Ushtarët, pajisjet luftarake, por nëpërmjet propagandës,
Pra, luftës kibernetike, lajmeve të si që është tani lufta kibernetike, që me një komandë në kompjuter të fik gjithë dritat në gjithë Republikën, të blokon aeroportet, të blokon trenat. Në këtë moment, ne duhet të shohim luftën që ka zhvilluar, sepse, si që tha dhe korespondent ose kolegu nga New Yorku, luftën që pra është komplot për të shkatruar me siguri 100% një shtet, por në mënyrë shumë të ngadalt. Dhe Trump e ka përmendur disa herë, që në Amerikë çdo vit vdesin me mijëra qytetarë amerikanë. 30.000 veta e llogarisë Trumpi. Ka më shumë, nga përdorimi nga fentineli. Po. Ja, po flasim edhe për kokainën këtu. Po. Dhe vdesin me mijëra qytetarë amerikanë nga lëndët narkotike, pra nga lufta hibride që është zhvilluar në mënyrë jo asimetrike mes dy palëve, ku për mbi 13 vjetë, sepse në 2013 ka ardhur Maduro në pushtet, sepse ka qenë Chavezi, në mënyrë jo asimetrike, pra në krahun jo asimetrike në krahun e Venezuelës, duke shkatruar një vend tjetër. Dhe më në fund... Të kaluam të donë që është ndërhyrje legjitime, nuk është shkelur drejta ndërkombëtare. Por tani, përse përmendet kaq shumë kjo doktrina Monroe, çfarë parashikon kjo? Që në këtë hemisfer jam unë Agaj, nuk hyn njeri. Para të shkoqura, ma shpjegot lutem. Ishte shumë e nevojshme në pikpamje për ta sqaruar edhe këtë pjesë. Po. Se duhet jemi politik. Të kuptoj, duhet jemi me aleatët tanë strategjik, duhet jemi korekt dhe politikisht korekt. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Jo, i ka dhënë korektësi Rusia, kështu që Trumpi është në rregull, Shtetet e Bashkuara në këtë moment nuk i kërkon dot asnjë llogari. Nuk i ka dhënë asnjë gjë Rusia. Rusia vazhdon të jetë në shkelje drejtës ndërkombëtare në Ukrainë. Po prandaj duke thënë, duke qenë se ajo kush do i kërkojë llogari Amerikës? Rusia do i kërkojë llogari Amerikës. Britania, Franca, Kina, kush do i kërkoj? Rusia është precedenti i parë që e shkeli atë, kështu që e ka shkel se ka shkel, Trumpi thot si kërkon do të llogari askush. Duhet, unë përsëri jam i mendimit që nuk ka shkelje ligjore të drejtës ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara në aksionin e arrestimit të atij zotërisë atje, por ta kalojmë tek shpjegimi për cilin po kërkohet. Bota po shkon me shpejtësi drejt një ndarje të re. Pra, në marrimi i luftës së dytë botërore e ndau botën në dy pjesë. Ajo që ne njohim si lufta e ftohtë. Dhe bota edhe tashti po shkon me shpejtësi rrufe drejt kësaj rindarje edhe një herë. Para vitit të ri, Maduro nënshkroi, ju e përmendët, nënshkroi një marrëveshje specifike me kinezët për marrjen, pra eksportimin e naftës dhe investime kineze në teknologji për përpunimin e naftës. Por çfarë do të thotë kjo? Për në çfarë pikë jemi më i lirë, sepse Afrika dhe Amerika Latine janë kthyer në koloni kineze, më zotë. Jo, po kjo pra është që duhet të rikthehen atje ku kanë qenë. Po bjeri shkurt, thua e bjeri në kokë. Venezuela ashtu po bëj. Po shkonte drejt asaj, Ore, kanalin e Panamas e ndërtuan, e nisën francezët, e vazhduan britanikët dhe gjitha të punë titanike e përfunduan amerikanët. Tani erdhën e morën kinezët. Jo, i kanë nxjerrë jashtë kinezët. I nxori ky tani para pak muajsh. Po deri para pak muajve. Jo, dakord, ishin kinezët apo jo? Shumë saktë. Një logjikë është edhe me sektorin e naftës, investimet më të mëdha deri në vitet 80-90 e kanë bërë Shtetet e Bashkuara. Tani janë kinezët. Ky ja hapi sektorin, ja dha. Që ti themi gjërat, ti bjem kokë. Dhe një ditë para arrestimit me kinezët u takua Maduro, takimin e fundit me kinezët e parë. Ky takim ishte ku ato do investonin miliarda për ta rimkëmbër dhe për ta rafinuar naftën venezueliane. Ajo çfarë po bën Trump është që oborrin e shtëpisë time nuk mund të hyjë askush. Sepse, siç e thatë ju, që Amerika Latine po kthehej dal nga dal në oborrin e shtëpisë së kinezëve. Dhe po ti shikosh, në vendet e Amerikës Latine janë prera si me thik. Gjysmat kanë mbështetur Trumpin dhe gjysmat në mënyrë frenetike
Maduron. Dhe po ta shikosh gjitha këto që mbështesin Maduron janë koloni ekonomike kineze. Do kthejnë gjithë mas kësaj. Do i dhe Jovan Bari. Do kthejnë gjithë. Dhe çështja është, si që thash, tek rindarja që po vjen me shpejtësi rrufe. Amerikanët, më në fund, pra administrata që është aktualisht, më në fund ka marrë iniciativen për të kthyer hegemonin amerikane në zonat e saj të influencës që ka pas dhe që amerikanët mendojnë që duhet vazhdojnë të kenë. Dhe kjo është ajo çfarë po kërkon Trump duke u bazuar tek doktrina Monroe, ajo çfarë po kërkon Trump me këtë lëvizje dhe më lejo të citoj edhe atë çfarë tha Maria Machado, që është marsja e çmimit Nobel për paqe në dhjetor. Ajo tha, kur e pyeten gazetarët, kur shkoi, më në fund shkoi në Oslo, në Norvegji, e pyeten, a jeni dakord me një pushtim të Venezuelës nga trupat amerikane? Aja tha, nuk e kuptoj pyetjen, sepse në Venezuelë ka para ushtarak rus, oficer të inteligjencës kineze, iraniane dhe personel të grupit terrorist Hamas. Dhe nuk arrit ta kuptoj këtë pyetje që më bëni ju. Pra, kjo është pasqyra për të kuptuar se si ka qenë situata në Venezuelë deri me datën 3. Duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër që është shumë i rëndësishëm. E gjithë enturazhi i sigurisë së Maduros kanë qenë kubanez, u tha këtu. Por ka edhe një fakt tjetër, që flitet, është folë shumë pak në fakt. Maduro, nga një shofer autobusi, kaloi ministri i jashtëm që s'di as pak anglisht, në president, dhe si mas informacioneve të paktën që kam une, ai është pjesë, ose ka qenë i rekrutuar nga shërbimet kubaneze. Kjo është trajnuar, në biografinë e tij, një don botërisht që... Trajnimi është tjetër, por ka qenë i rekrutuar nga shërbimet kubaneze. Pra ka bërë lojën e Kubës, dhe ne e dim që në vitet 1959, po edhe shefi i tij Hugo Chavez lojën e kubanezëve bënte. Rusëve dhe kinezëve, po të kubanezëve... Ata i ofronin siguri, mbrojtje dhe ndërkohë kjo i jepte naftë falas. Problemi është Kina dhe... Okej. Mas tyre kush është? Po, do ta ndërpresim se do kalojmë publicitet se kemi kaluar minutazhin e publicitetit dhe do kthehemi të flasim sërish për këtë temë shumë interesante. Publicitet. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, regjia ju lutem më lidhni me zotin Spahiu. Kreshnik, si shpjegohet, këti ishim duke diskutuar dhe në studio, do në vendi me rezervat më të pasura në botë të jetë me mbi 50% të popullsisë në varfëri ekstreme? E para, kjo është karakteristike e të gjitha vendeve, kryesisht të pjesës më të madhe të vendeve dhe shteteve të Amerikës Latine. Sa ndikon në struktura administrative, sa ndikon në zbatimi i ligjit në këtë situatë që është krijuar? Shiko, do më thënë, janë disa informacione minimale që ndoshta duhet i japim për publik. Po. Venezuela ka një sipërfaqe sa 2 herë gjithë shtetet e Ballkanit. Ka një sipërfaqe sa 3 herë Gjermania. Pra, Venezuela është një shtet shumë i rëndësishëm geopolitikisht për shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje edhe për gjithë rajonin. E para. E dyta, ashtu siç deklarohet, është e para në rezervat e burimeve nëntoksore, gazit dhe naftës në gjithë planetin. Nga ana tjetër, është ajo që i shfrytëzon më pak. Një nga elementet që duhet thënë, përveç tentativave të fundit për të kontraktuar kompanitë kineze, aktualisht Venezuela ka 70 miliard kredi nga qeveria kineze. Pra është ekonomikisht totalisht e varur nga Kina. Pra, çdo kush, pavarësisht diskutimeve që bëjmë,
politikisht dhe diplomatikisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të lejonin prezencën kineze në kufijtë e saj. Dhe ky nuk ishte kërcënim vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ishte për një pjesë tjetër edhe të shteteve tjera të Amerikës Latine, të cilat e kishin denoncuar në gjykatën ndërkombëtare penale. Nga ana tjetër, duhet të thënë që ky ishte një trashëgimtar i regjimit të Chavezit. Dhe në një farë mënyrë, ajo çfarë ne presim të shohim është nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do zgjedhin një model politik të përshtatshëm për të demokratizuar dhe për të forcuar shtetin e Venezuelës, apo do kemi modelin Afganistanit dhe Irakut, të cilat shkohen gjendje të lirë dhe në një kaos total. Dhe ka një farë dështimi nga vetë popullsia lokale për të ndërtuar qeverisje të reja demokratike. Nga ana tjetër, për të gjitha ata që na ndjekin, duhet thënë, e drejta materiale penale është gjë krejt tjetër nga procedura penale. Që do të thotë, të gjithë jemi dakord që Maduro ka kryer krime, tortura, trafik droge, është nga elementet kryesor të trafikut ndërkombëtar, jo të prodhimit, sepse prodhues më të mëdhenj janë Kolumbia, Bolivia, Peruja, por këto nëpërmjet Venezuelës, pra kishin rrugën tranzit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo më tej për trafikun e drogës. Por pavarësisht të gjithave këtyre, procedura e arrestimit ka shumë rëndësi. Pse ka rëndësi? Jo vetëm ta them një fakt. Ka lidhje për praktikën. E kaluam atë si don. Ka mendime të ndryshme, ka që thonë që është shkelur e drejta ndërkombëtare, ka ca të tjerë donë që thonë që jo nuk është shkelur. E te kaluam, nuk e zgjidhim dot ne sot këtu. Pra, në gjithë këtë kontekst, ne si Shqipëri padyshim që duhet të rreshtohemi politikisht dhe diplomatikisht. E kam në fund të bisedës, si kanë reaguar vendet e Ballkanit. Vetëm i lirë, edhe për një arsye. Po se jemi shumë ngushtë me kohën, kështu një lutem për mbledhje. Fjalia e fundit, shteti i dytë shqiptar është krijuar pal një ndërhyrje të ngjashme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Profesor, prandaj duhet të jemi pro-politikisht. Nuk është njësoj, Si e shpjegoni nga pikpamja ekonomike një vend kaq i pasur dhe ekstremalisht i varfër, ndërkohë që kemi modele si Singapori pas një burim natyror, Japonia para saj, ndërkohë që janë ekonomia më vibrante me të ardhurat më të larta për frymë në botë. Singapori, po edhe Japonia gjithashtu. Dy arsye. Një arsye më e përgjithshme që ka ndodhur në vende të tjera është ajo që quhet smundja hollandeze, që ka të bëjë me fatkeqësinë që shpeshherë kanë vendet që kanë vetëm një burim natyror, e kanë me shumicë dhe e bazojnë gjithçka te ai burim natyror. Dhe kur ai burim natyror, siç është në këtë rast nafta, nuk arrin të shfrytëzohet dhe të jetë eficient, gjithë vendi kalon në dështim total, sepse nuk ka as struktura tjera ekonomike, as investime në vend të tjera. Do të që për ta divulguar pak si me atë tubin në Vlorë, do që u prisha i tubi dhe ngeli gjithë Vlora pa ujë, do që... Tubi ujë? Për qëllim quhet edhe... Se i naftës vazhdo. Po pra, këtu pa Smundja hollandeze, se në shekullin e 17 i ndodhi Hollandës kjo gjë, po i ka ndodhur shumë vendeve të tjera. Arsyeja e dytë është që vendi... Ajo që ju profesorët ekonomisë quani diversifikimi i portofolit të investimeve. Bile, me që morët shembullin e Singaporit apo... Edhe të Singaporit dhe të Japonisë para saj. Edhe në Kongot është logjik komplet tjetër. Bile edhe vendet e një pjesë e vendeve të Gjirit Persik, që kanë bazë kryesore deri tani të ardhurat nga nafta, kanë filluar ta diversifikojnë, si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara. Dhe objektivin e kanë që në 2035 të jenë më pak se 50% madje dhe burimet e energjisë nuk i kanë më tek fosilet, por Arabia Saudite ka filluar të zhvillimet moderne, energjia e gjelbër, panelet diellore dhe gjërat e tjera. Kjo është arsyeja e parë, e keq menaxhuar. Arsyeja e dytë është që Venezuela u bë një vend, sidomos me ardhjen e Chavezit, një vend tipik socialist i vendeve të varfra, i izoluar, ekonomie centralizuar, pa investimet huaja direkte, sepse deri në ato momente pothuajse pjesën kryesore kishte të lidhur me Shtetet e Bashkuara, edhe me përgjithsisht me botën perëndimore, që nga ai moment leqi u bë shumë agresiv njëherë në raport me
me Perëndimin dhe me Shtetet e Bashkuara për gjithë gjëra, duke u lidhur ngushtë me Kinën, me një pjesë me Rusinë, me Iranin, pra me gjitha ato vende që hynë në grupin e vendeve agresive, po themi dhe armike dhe kundërshtare të Perëndimit dhe Shtetet e Bashkuara. Pra u bë pjesë e një aleance jo ushtarake, po ekonomike dhe politike dhe ideologjike në një grup vendesh që tani përkthehen me emrin BRICS, të cilët janë grupimi kryesor që kërkojnë të sfidojnë gjithë Perëndimin, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mënyrën se si e konceptojnë. Dhe faktikisht, pavarësisht nga idealet e, po themi, mini revolucionit Hugo Chavez kur erdhi në pushtet, të gjithë treguesit ekonomik, treguesit e mirëqenies, treguesit e jetesës, treguesit e kushteve të infrastrukturës dhe gjithçka kanë ardhur në një regresion total. Ka disa shifra që janë shumë. E para njëri është një nga vendet me nivelin më të lartë si përqimin e popullsisë në varfëri absolute dhe në varfëri relative. Ka pasur rreth 8 milion venezuelian që kanë hikur si emigrantë dhe janë larguar nga Venezuela, dhe ne kemi parë plot pamjen ato urën edhe me Brazilin dhe me Kolumbinë, që ishin turma njerëzish që nuk mbaronin, me 10 mijëra dhe me 100 mijëra që hiknin. Është një shifër tjetër për të treguar që niveli i varfërisë është shumë i madh, si mas dhe llogaritjeve në 10 vitet e fundit, popullsia e Venezuelës në mënyrë mesatare ka humbur 11.5 kg. Kanë në pesh janë bërë dobësuar sepse mungesat e ushqimit dhe kushtet e tjera, dhe është një pjesë e madhe e popullsisë jeton në mjerim të plot. Ndërkohë, gjithë autoparlantet ideologjik edhe politik buçasin për gjë tjetër. Dhe unë besoj që edhe ajo që pritet në raste të tilla, siç ishte marrja e Maduros për ta nxjerrë në gjyq, nuk besoj se do ketë dhe ndonjë reaksion brenda Venezuelës, sepse ata janë aq popull i varfër, aq popull i shfrytzuar. Vullnetar të Maduros edhe mund të ketë don 2-3 muaj të pasur. Po përgjithsisht shoqëria venezuelane është shoqëria traumatizuar, edhe me zgjedhjet e fundit, që nuk njohën dhe nga komuniteti ndërkombëtar, edhe një president që pretendon që është legjitim, po tani është në Spanjë. General, nuk besoj që do. 48 orët e fundit, vetëm 2 dalje ka bërë presidenti Trump. Ka paralajmëruar ndërhyrje në Kolumbi. Ka thënë presidentit Pedros të ruaj prapanicën e tij sepse është duke ligjërat, po citoj drejtën, ndjes shikueshmërisë, po kështu u shpreh, sepse është një vend që është duke prodhuar kokainë dhe është duke vrarë amerikan. Dhe mund të ketë fatin e Maduros. Ka kërcënuar Kubën, ka thënë domun që e mbarruar është Kuba, do ta zgjidhim dhe Kubën. Ka kërcënuar Iranin. Duke thënë që nëse regjimi ajatollahëve vret protestues, ne do ndërhyjmë ushtarakisht. Ka kapacitete Amerika për të ndërhyrë në të njëjtën kohë në kaq shumë vende? Unë mendoj që në raport... Duke pasur parasysh edhe reagimin që mund të ketë nga fuqitë e tjera, sepse ato do ruajnë zonat e tyre të influencës. Unë mendoj se këtë analizë të hollësishme në raport me situatën që është Kolumbi, Kubë dhe Meksik, përfshi pastaj pak më larg Iranin, kam bindjen që ata e kanë bërë nëpërmjet jo vetëm politikës, por edhe ekspertët e fushave respektive, për t'i dhënë një paraqitje reale presidentit dhe ai për të dalë në konferencë shtypi dhe për të qenë i gatshëm, pra ka shprehur gatishmërinë që mund të ndërmarrë edhe hapa të tillë në një vendim të mundshëm. Dhe hapur fare pakën për rajonin ku është Venezuela, në rajonin ku është Venezuela, Kuba, Meksika edhe Kolumbia, paka shumë janë në të njëjtin rajon, që ky rajon jo vetëm për popujt e vet, por është kërcënim dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë të famshme luftë hibride dhe mbi të gjitha në eksportimin që i bën drogës dhe çfarë ajo shkakton tek qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, është drejt për së drejti kërcënim për sigurinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe jam i bindur që jo sot, por informacionet e detajuara dhe puna e institucioneve dhe grupeve respektive ka arritur në përfundimin
që tashmë edhe këto përbëjnë rrezik për vetë popullsinë e vendeve dhe për sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe në këto kushte ata janë gati për të ndërmarrë edhe hapa të ngjashëm me atë që ndërmorën në Venezuelë. Kurse për sa i përket Iranit, ne dim që opozita iraniane e përqendruar në Paris, pjesa kryesore, Ka disa degëzime. Ka disa degëzime, por atje është pakan ajo liderja kryesore, dhe me masat që ka marrë për të ndëshkuar popullin dhe qytetarët e vetë, Ayatollahu, në Iran, por edhe protestat e brendshme, se këto opozita jashtë Iranit, dhe protestat e brendshme, me pak ndim, kam bindje... Si mërgat e qyqeve këta. Kanë ngjerë sepse ka që janë mundësit e tyre dhe kapacitet për të vepruar. Fataliteti tyre. Por po them që vitit 2026, unë mendoj se do të sjellë një ndryshim edhe në Iran. Bie regjimi... Do të sjellë një ndryshim se zban madje sot kishte lajme domun që Ayatollahu duke përgatitur valixhet për mos. Në qoftë sa ata do të ndërmarrin dhe hapin e gabuar, sepse sa më shumë rrezikohen këta lider diktatorial, si themi, këta ndërmarrin masa të jashtëzakonshme represive për të dënuar popullin e vetë. Në një informacione që vijnë të paktën nga Ashraf Treshi në Manës, thuhet që brenda një muaji janë rritur ekzekutimet nga 25 veta të varur në 355 veta në Iran. Dhe nëse e dëgjuam dhe atë intervistën që mund bëjnë pak edhe propagandë kam përshtypjen. Jo, këto janë i marrin informacionet nga atje dhe detyrimisht kanë bashkëpunim. Më falë, se vetëm ndërpres pak. Përveç se, du me thënë, absolutisht që ka shumë protesta, shumë të forta në shumë qytete, por regjimi duket se kishte dy burime nga brenda qeverisë iraniane, më duket kishin folur për Reutersin, dhe thoshin se në këtë moment i gjithë regjimi është i tronditur dhe nuk di më se si të veproj, edhe nga frika e një bombardimi tjetër amerikan. Pas bombardimit të parë, reagimi ka qenë shumë me zbet, madje pati dhe një deklarat publike të Pezeshkianit, që tha, ne nuk duhet t'ju lëm, president iranian, nuk duhet t'ja lëm fajn dhe t'a kërkojmë përgjegjësinë tek amerikanët, por tek mënyra se si ne nuk po menaxhojmë ashtu siç duhet burimet tona ekonomike për t'ju dhënë mundësi ekonomike qytetarëve tanë. Pra është pak e pa precedent kam përshtypjen, Presidenti është më liberal se situatat do të vinë paralelisht dhe do të ndikojnë e interferojnë ke njëra tjetra. Në zhvillimet e pritshme në Iran, nëse reagimet e protestave të mbështetur dhe nga ndërkombëtarët, në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe pjesa e opozitës iraniane aq sa ka për të reaguar mundësi, nuk do të ndryshojnë, atëherë jam i bindur që regjimi në Iran do të shkojë përsëri tek ato sasitë e uraniumit për të shkuar drejt prodhimit përsëri, sepse ato sitët jam i bindur që nuk ka një raport de facto që janë shkatruar. Dhe me pak punë, ato përsëri do të fillojnë dhe do të përpiqen për të hyrë në listën e vendeve, nën vendeve që kanë ngushën bërthamore si një siguri për veten e tyre dhe kërcënim për tjerë. Në këto kushte, atëherë do të vendoset përfundim fati ndërhyrjes së Shtetit Bashkuar. Përpara se të ndodhte kjo me Maduron, në Iran pati natyrisht bashkëpunëtor të brendshëm që treguan se ku janë pikat që u goditën ku bombarduan. Imagjino tani pas Madurës në radhë leadershipi politik i Iranit, kush do t'jeti besuar i amerikanëve? Në fal për ta plotësuar pak shkurt. Shërbimet e fshehta jo vetëm në Iran, në çdo shtet, në shtetin tjetër është domosdoshmëri dhe nuk do të ekzistojnë pa e patur shërbimet e fshehta dhe veprimtarinë e tyre. Është aksiomatike, pa informacion nuk ka... Në Tiranë 3, mund të jetë 3-4 mijë. Më bëri përshtypje deklarata për Kubën. Veç Grenlandës që do ta prekim më pas, po për Kubën. Sepse një nga 2-3 marrëveshjet më të rëndësishme që është bërë gjatë luftës së ftohtë është ajo e krizës së raketave sovjetike në Kubë. 62-shin. Dhe Kremlini angazhoi që t'i tërhiqte raketat me kusht, me angazhim amerikan, mos pushtim të ishullit nga Amerika. Po, është e vërtet, është shumë e vërtet kjo, por tani sot çfarë po ndodh? Kemi më Bashkimin Sovjetik. Dhe përtej kësaj, 10 vjet më vonë, në vitin 1972, kemi deklaratën e Shangajit.
e cila u artua nga Kissingeri dhe nga Chou En-lai. Pas bisedimeve, pas vizitës së Nixonit dhe takimin e tij me Maon. Dhe Mao tha doon që ne e pranojmë një shtet të dy sisteme. Ishulli i Tajvanit është disa dhjetra, është 11 milion, mos gabohem. 15 milion banor dhe ne nuk pun të hymë në luftë për 15 milion banor nuk janë asgjë. Dhe thelbi i marrëveshjes është doon që 100 vjet Tajvani vetë qeverisë do jetë entitet më vete. Dhe pas 100 vjetëve do bashkohet me kontinentin, si që u bashkua Hong Kongu, si që u bashkua Macau. Tani, në qoftë se hymë në Kubë, a mund të doon që të hyjë Kina në Tajvan? Kemi dy situata të ndryshme. Marrëveshja ishte mes Hrushovit dhe Kennedyt, dhe Hrushovi ishte përfaqësues i Bashkimit Sovjetik. Sot nuk ka Bashkim Sovjetik. Nërsa... Po ato raketa të njëjta janë. Jo, 72-shi qëndron prap Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sot nuk kemi Bashkim Sovjetik. E para, e dyta, jemi në një situatë, ne gjithë këtu e theksuam, në një situatë krejt tjetër gjeopolitike, ku Shtetet e Bashkuara në qoftë se nuk veprojnë, atëherë, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për gjithë perëndimit, do jetë një situatë tmerrsisht e vështirë. Ju e përmendët bashkë me profesorin çështjen e de-dollarizimit. Po. Profesori mund të na bëjë një leksion shumë gjatë se çfarë do të thotë de-dollarizim për Amerikën dhe për gjithë perëndimin. Sepse janë 40% e ekonomisë botërore është në BRICS. Dhe në 2026 ato kanë vendosur deri në 2030 që do kenë një monedhë të përbashkët, në 2026 shkëmbimet do bëhen vetëm me arë. Këto janë larguar nga SWIFT-i, profesor, këto vendet e BRICS-it? Kanë krijuar... Kur u bën sanksionet, kur filloi... Tani vazhdon funksionon BRICS-i për shembull në Kinë, në Rusi, Rusia është në sanksionet. SWIFT-i është sistem garantues pagesash. Këto e kanë problemin të monedha që përdorin shkëmbime Jo, tregtare. për veç monedhës, por edhe sistemit në të cilin kalon informacioni bankar. Se dhe ajo është e rëndësishme. Nuk besoj se kanë dalë. Se duhet krijojnë sistem bankar. Nuk kanë krijuar asgjë, e kanë krijuar. Nuk kanë krijuar absolutisht asgjë, thjesht është presion. Në fund të çdo lufte botërore kemi rivendosje të ekonomisë dhe të hegemonisë. Deri në luftën e parë botërore, monedha që sterlina Po shkojnë bashkë ato. Dhe të gjithë besojnë doon se Churchilli ishte fituesi i luftës së dytë botërore. Por në fakt ishte humbësi i saj. Dhe ndaj britanikët e ndëshkuan. Dhe si e ndëshkuan, sepse e para humbi perandorin, me deklaratën që çdo vend mund të vetë vendosi, humbi perandorin e vetë britanike, dhe ndërkohë doon në Bretton Woods u detyrua doon që të heqi dorë nga sterlina si monedhë referencë ndërkombëtare dhe zonësua nga dollari. Tani në këtë situatë të krijuar, mos dollari po humbet terren dhe doon tani jemi në një rënje të lirë. Dollari nuk besoj që po humbet terren. Kemi zona të ndryshme influence? Po lufta e vendeve BRICS për të marrë terren dollarit po bëhet gjithnjë më e fortë. Edhe po të kthehemi pak shkurt në histori, në mbarim të luftës së dytë botërore, institucionet që u krijuan për menaxhimin e ekonomisë dhe financave botërore. Po mënoja Banka Botërore. Dhe Banka Botërore, se Organizata Botërore e Tregtisë u bë më vonë. Ishte, si thosh, karakterizimi një epoke që vazhdon deri sot. Në qendër u vendos dollari, tregtia botërore u bë me dollar, sidomos petrodollarat e gjithë tregtinë e naftës, rezervat valutore të bankave qendrore pothuajse në gjithë botën janë mbi 70% në dollar, pra dollari ishte moneda dominuese. Aktualisht vendet BRICS kanë një strategji totalisht kundërshtuese, duan të krijojnë FMN-n e tyre. Cila është prognoza juaj? Bankën botërore nga ato që keni lexuar dhe nga ato që parashikoni. Kush e fiton këtë? Apo do ketë një ndarje, nuk do ketë më hegemoni të askujt? Në këtë moment Amerika është në ballë të një lufte të re gjeoekonomike dhe gjeofinanciare në kushtet të këtij globalizmi liberal të deri tanishëm. Është thjesht
luftë ekonomike midis dy blloqeve. Bloku Perëndimit me krye Shtetet e Bashkuara dhe BRICS që po përpiqen t'i kundërvijnë me një rend të ri ekonomik dhe financiar botror, nuk po them politik dhe geopolitik. Edhe kështu duhem parë edhe gjithë politikat e tarifave të presidentit Trump, edhe reagimet e Kinës, Rusisë dhe vendeve tjera që janë fuqi të mëdha tregtare. Personalisht mendoj që nuk është kollaj që të mundësh hegemoninë e dollarit dhe ekonomisë Shtetet e Bashkuara dhe Europës bashkë, po këtu mund të fusim dhe Japoninë dhe Australinë, grupin e atyre vendeve që quhen ekonomi perëndimore. Tani, se si do shkojnë konjunkturat, problemi kryesor me vendet BRICS është që nuk krijojnë dot unitet midis tyre. Kanë sisteme ndryshme, interesa ndryshme, grupime ndryshme. Kanë me lepuj. Jo, me lepuj nuk mund të thuash se kanë goxha peshë dhe në ekonominë botërore dhe në kuptimin e kohezionit, nuk janë koheziv. Tendenca e viteve të fundit është që BRICS-i po kërkon të riorganizohet, të kompaktësohet dhe të bëhet... E thash në kuptimin që gjithë kush ikën në fera e vetë. Të bëhet faktor geoekonomik dhe geomonetar. General, supremacinë amerikane kanë... Në analizat ushtarake që ju lexoni, dhe në ato që keni studiuar, me zhvillimet lindjen e mes, a parashikohet sepse ky konflikt i jashtëzakonshëm ekonomik gjithnjë do ka shkuar në një konflikt ushtarak. Por ka një gjë, ata që kanë lexuar historinë e Kinës dhe një nga njohësit më të mirë të saj, madje ka shkruar një kryevepër, siç është Kissingeri, që ka shkruar librin On China, mbi Kinën, ai thotë domun që Kina gjatë 1000 vjeçarëve të ekzistencës së saj asnjëherë nuk ka sulmuar, nuk është një vend agresor. Dhe quhet perandoria e Mesit. Sipas këtij parimi, ajo qëndron, strategjia e saj qëndron në mes dhe fut në konflikt vendet fqinje dhe në këtë mënyrë, duke futur fqinjet në konflikt, ruan predominancën, siç është rasti tani domun që përdor Rusin si mish për top, siç përdor Iranin, siç përdorte Venezuelën. Por vjen një moment domun që ndoshta kjo strategji edhe nuk mund të mbajë. Çfarë thon analizat që ju lexoni? Bazuar në këto lloj analizash një dhe ngjarjet e faktet që ne kemi merren në analizë, çdo vend përpiqet të drejtojë mbi bazën një doktrine. Pra ka dokumentat strategjik, por në përgjithësi dhe për të bashkuar këto, për të vendosur atë elementin e kohezionit që ju theksuat, është pjesa e doktrinës. Relativisht doktrinat deri tani të paktën që kanë treguar ata që të cilët kanë studiuar në fushën edhe ekonomisë, por mbi të gjitha ata ushtarake, duke filluar nga strategët që kanë qenë në gjitha kohrat që kanë ardhur. Që nga Sun Tzuja. Pa Sun Tzuja, thonë që pak a shumë plus minus 50 zgjat një doktrinë. Dhe vim tek ajo pjesa e sistemit që kapitalist, në të cilën bota perëndimore është organizuar në momentin kur u ndan pas luftës së dytë botërore, edhe ata thonë që sistemi kapitalist nuk është më i miri, por për momentin nuk ka tjetër më të mirë. Tani këtu ndryshim profesori i ekonomisë, mos është don strategjia që do ta fitoj luftën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e ekonomisë, sepse nëse fitojmë fushën e ekonomisë, s'kam përse të hyjë në konflikt, sepse nga lufta askush nuk del i fituar. Po, e vërtet është, po kujtoj një shprehje të bukur të Machiavellit kur i jepte këshilla princit, që si ta organizoj agjendën e ditës se më vinë ministrat jashtëm, vinë general e gjëra tjera, i thash, shiko ti agjendën organizoj si duash, ta von gatëm një këshill. Takimin e parë të mëngjesit dhe të fundit darkës bëhem me ministrin e financave. Pra, në një farë mënyrë mbrapa çdo konflikti, edhe ushtarak, që mund të shkojë deri ushtarak, po dhe gjithë këtyre në themel është problemi financiar, problemi monetar. Dhe lufta e vërtet sot, edhe ajo që duket si për dominim politik, është luftë gjeoekonomike, pra strategji ekonomike dhe strategji financiare. Shkurtë se do kalojmë tek deklarat e Groenlandit. Të asaj që theksoi profesori edhe në aspektin ushtarak dhe të liderëve me emër që duan të bëjnë karrierë dhe të zbatojnë misionin e tyre për cilin janë vendosur një strukturë, thotë dy janë personat që duhet mbajnë në krah. Këshilltarin ligjor dhe atë e financës. E qartë. Regjia, ju lutem nxirrni në mur deklaratën e Trumpit për Groenlandën, se tha don edhe në fjalimin e inaugurimit në janar, por të gjithë e morën me të qeshur, e përsëriti. Dhe duke u kthyer
me avion nga Mar-a-Lago mbrëm për në Washington, bërin deklarat në këmbë, tha, nga pikpamja e sigurisë kombëtare na duhet Groenlanda. Dhe Danimarka nuk do jetë në gjendje ta zgjidhë atë çështje. Do merremi me Groenlandën pas rreth 2 muajsh. Pas 20 ditësh do flasim për Groenlandën. Çfarë është? Se pyetja e parë që bëhet ore a mundet një vend antar i NATO-s të marrë territor të një vendi tjetër antar të NATO-s? Kjo pyetje ishte vitin që shkoi. Këtë vit pyetja është kush e ka radhën tani, se sa hera i përmend Groenlandën i bie dikujt. Pra zhvendosje vëmendje. Iranit. Shiko, unë jam pak skeptik me këto deklaratan për arsye se Amerikanët e kanë të marrur Groenlandën, fal. Kanë bazë ushtarake në Groenland dhe një bazë ushtarake goxha të madhe. Po ka dhe bazë ushtarake kineze aty. Ka dhe ruse kinez që kanë marrë koncensione për metalet e çmuara. Jo, në Groenland vetëm amerikanë kanë bazë ushtarake. Po prani të jashtëzakonshme kineze dhe Arktik. Por, dhe unë nuk besoj që do ketë një marrje, le ta themi klasike, pra që dërgon ushtrin atje dhe, sepse e ka ushtrin, dhe nëse ju kujtohet, djali i Trumpit, Donald Trump Jr., bëri një vizit tek ushtarakët amerikanë. Mas deklaratës parë që bëhë mas deklaratës parë. Bashkë J.D. Vance-in. Po, me gjithë të presidentin, po fokusi ishte më shumë të djali se sa të zëvendës presidenti. Dhe ajo qarë luet në Groenland, unë besoj që është një çështje përsëri tjetër geopolitike dhe që ka të bëj me rrethin polar. Kinezët dhe rusët, por më shumë kinezët, po kërkojnë nëpërmjet koncesioneve me Rusin për të marrë dhe për të vepruar në rrethin polar. Janë disa ishuj dhe disa zona. Ta sqarojmë donë, Groenlanda është një ishull që është nën sovranitetin e Danimarkës. Po. Ka vetë qeverisje sigurisht, ka parlamentin e vetë, ka qeverinë e vetë, por... 1 milion banor kam duke? Jo, më pak, shumë më pak. Jo, janë 58.000, 60.000 banor. Shumë pak. Dhe në zgjedhjet e fundit që ishin në vjet në maj, në mos gaboj, ose në qershor, qeveria, koalicioni qeverisës që fitoi zgjedhjet, është për qëndruar në sovranitetin e Danimarkës. Pra, popullsia vendase, është një numër shumë i vogël popullsie, por popullsia vendase kërkon që të vazhdoj të qëndroj në këtë situatë që është. Prandaj, unë them që ai s'ka nevojë ta marrë, sepse i ka ushtarët atje. Por, çështja është e kush do jetë në gjendje që të marrë sa më shumë influencë në rrethin polar. Pra, imagjinojeni, ne e shohim oqeanin Arktik dhe nuk është në këtë hartë nuk gjendet rrethi polar, por rrethi polar kap pjesën a më fal, a mund të lëviz patjetër. Pra, shkon deri ku është Greenland. Deri aty shkon. Pra, imagjinoni vjen një harë kështu për atë dhe kap edhe një pjesë të Norvegjisë dhe të pjesën veriore, pra të Norvegjisë, të Finlandës dhe Rusinë. Dhe ky është gjithë loja sepse po ndërhyn kinezët në këtë zonë, dhe sigurisht në Kamçatkë. Jo vetëm në Kamçatkë, është çështja pse Trump, pyetja shtrohet, se e kemi diskutuar edhe jashtë kamerave së bashku, pse Trump jo po i gjujzohet, po i qëndron shumë afër Putinit për luftën në Ukrainë, gjithmonë po flasim. Pra e priti në Alaska, flet në telefon vazhdimisht me Vladimir Putin. Sepse do që ta largoj nga aleanca me Pekinin. Dhe kjo është që ka lidhje edhe me këtë situatën e Groenlandës. Prandaj, ai e hell
çështjen e Groenlandës një herë në 2-3 muaj për ta rikujtuar këtë, por nuk besoj se do ketë një veprim klasik ushtarak. Jo, ajo është komplekse se në raport me Rusin do të largoj nga Kina. Marrëdhëniet me Kinën i kushtëzon mos mbështetjen e Rusisë edhe për luftën në Ukrainë. Marrëdhëniet e Indisë për sa i përket naftës dhe importeve nga Rusia apo nga Kina. Pra është një lojë gjeopolitike për ta prishur atë lloj aleance. Që me Rusin, nga mbështetjen e Rusin, tani nga pikpamja ushtarake në të gjitha influencët. Çfarë roli ka? Unë mendoj që atë që u shpjegu shumë sakt, aje ka prezencën ushtarake. Dhe jam i bindur që nuk ka... Se mbaj mend nga librat e historisë, gjithë furnizimet që i bënte Shtetet e Bashkuara, Britanisë së Madhe, i staciononte në Groenland. Aty ishte pika ku ishte habi ku shkonin furnizimet për Britaninë e Madhe, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka një rol strategjik ushtarak? Absolutisht ka rol të rëndësishëm strategjik, përfshi dhe pjesën ushtarake. Pra, kjo zonë që është relativisht një ishull i vogël, po ta shohësh... Jo, është... Jo, një ishull flas për pjesën e popullsisë banorëve. Për pjesën e popullsisë. Si përfaqja është gjithë Evropa perëndimore. Pjesën e popullsisë. Por nga pozicioni, ajo luan rol jashtëzakonisht të rëndësishëm gjeostrategjik. Dhe në këtë kushte, jam i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë për të marrë në një invazion, por po i tregojnë të tjerëve ma shumë se kërkujt Kinës, që mbaj... Po i tregojnë në Kopenhagenit që largo pranin ruse dhe kineze. Edhe Rusis në një mënyrë konvencionare për të mos ta lënë Rusin për të përfunduar në aleancë të plot me Kinën. Okej, tani të komentojmë si është lexuar kjo që ndodhi 48 orë më parë në vendet e rajonit. Kreshnik, kemi një heshtje të Ramës, vetëm e deklaratë të ministres së jashtme, ndërkohë që deklarata nga Vučić, i cili bëri një apel për shtyr rendin ndërkombëtar, foli doon për deri dhe për armatosjen e shqiptarëve, të kroatëve, dhe ai tha që ne jemi vendi i dytë që para armatosemi më shumë në botë. La të kuptohet doon se edhe ai mund të pres një oportunitet të tillë kur të ketë konflikt global, ai të ndërhyjë në rajon. Tani, të gjitha deklarimet dhe reagimet në lidhje me arrestimin e Maduros në Shqipëri, në Kosovë, në rajon apo në Europë, lidhen drejt për drejt me ndjesin që mund të ketë një precedent diplomatik apo juridik në të ardhmen. Për shembull, le të themi nga Rusia, Medvedev deklaroi që sot që mund të ndodhë që... Të lutem doon të qëndrojmë në rajon. Edhe për mblidhezon sepse jemi në limitet kohore. Po, atëherë reagimi i Shqipërisë është më pranë Europës se Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra mendoj që leximi im është lexim shumë i qartë, shumë i drejtë për drejtë, dhe unë pozicionin e qeverisë shqiptare në raport me arrestimin e Maduros e shikoj më pranë Brukselit, Parisit, Berlinit, se sa Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pati një reagim nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, për mua ajo ishte e reja, sepse hoqi dorë nga sovranizmi. Ishte nga të parët që... Po, sepse ai ka qenë përgjithsisht sovranizmi që e di vetë se si menaxhohet dhe se si kujdeset për vendin e vet, që bëri një reagim dhe me sa duket do të kemi një Kurti 3 ndryshe nga që kemi parë. Kam përshtypjen për zotin Rama, ndoshta e ka parë si një mesazh të keq sa i përket çështjes së SPAK-ut, sepse interesi amerikan në Shqipërinë nuk kemi naftë, i vetmi interes ka mbetur SPAK-u me të gjithë mbështetjen që i ka dhënë gjatë gjithë kohës, dhe çfarë ndodhi në Venezuelë, mendoj që është një mesazh që për çdo që ka pasur në mendje ta prek, ta zhbëj, ta kufizoj apo ta pengoj, do të jetë pamundur. Kjo ishte e përfshirë pak edhe në ligjin për mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara, ku pjesa e non gratave e specifikonte që drejtësia, demokracia, ligji, korrupsioni, dhe mendoj kjo ka qenë një nga
ose vetë zoti Rama ka hequr dorë nga qenia lider global që ka pas për zemër. Ka një dorëheqje, domethënë. Deklarata zyrtare e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Shqipërisë ishte pro aksionit të policisë amerikane në Venezuelë. Pse nuk ka fol Rama? Nuk du të bëj orakullin në këtë situatë, por jam krejtësisht dakord me Esmeralden për ato çfarë tha. Ai e sheh që ditët e tij të qëndrimit në pushtet pososen, po ta them kështu me dialektalizëm, dhe një rol shumë të madh luan administrata Trump. Okej. Në këto 4-5 minuta të fundit do flasim për zgjedhjet në Kosovë, sepse duket që janë numëruar, sot ka përfunduar dhe numërimi i votave me post, ato në misionet diplomatike gjithashtu, ka ngelur vetëm një grush votash për të pasur një rezultat përfundimtar i cili nuk besoj se do të ndryshoj nga ky që kemi tani. Regjia, i lutem rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë. Jo, është e vjetër kjo. Okej, kemi në lëvizjen me vendosje që është, i që një lutem, është e pastak. 50%. është 50.56%. 20% është PDK-ja dhe... Për kërë në numër deputetës? Dhe... 56 ose do më thënë luan 56-57 deri në fund do jetë në atë numër deputetësh. Po si të fitosh mbi 50% vëllë dhe duhet marrësh mbi 60 deputet. Jo, sepse ata kanë 120 vende në parlament, 100 marrin shqiptarët, 20 janë vendet rezervuara për pakicën serbe dhe jo serbe. Gjithsesi do unë qeverin dhe parlamentin mund të konstituoj. Ngelet në mars... Me pakicat, se duhet 61. Po, ngelet do në mars, që është zgjedhja e presidentit që duhet të jenë në 80 të pranishëm. Të pranishëm në sallë dhe 61 të votojnë pro. 61 i ka, mirë po i duhet që një nga partit, 2 partit e mëdha, o LDK-ja, o PDK-ja të jenë sallë. Pas ti rezultati, opozita do të qoj vëndin në zgjedhje duke blokuar zgjedhjen e presidentit? Esmeralda? Unë kam përshtypjen më shumë nuk i intereson zotit Kurti tani që vëndi shkoj në zgjedhje se sa vetë opozitës. Sepse një rezultat të tillë, ne pam një rritje nga shkurti deri në dhjetor, pati një rritje me 8%, nga 42 shkoj në 50% dhe natyrisht rolin kryesor e pati diaspora dhe prandaj ne kemi diskutuar dhe këtu data e zgjedhjeve u la me 28 dhjetor. Për te kësaj, në qoftë se shkohet në zgjedhje, po themi data më duket 4 mars, të mos gaboj diku mesi marsit, fillimi marsit është afati i fundit për zgjedhjen e presidentes. Zgjedhjet duhet bëhen brenda 45 ditëve, pra që i bie të bëhen në prill. Dhe në prill ne nuk kemi një afat që mund të vinë emigrantët aq masivisht për të votuar zotin Kurti dhe me votat e brendshme ai do të bjerë dhe do ta ketë edhe më të vështirë. Pra unë mendoj edhe me sinjale që ka dhe ne kemi parë një Kurt krejt tjetër pas edhe gjatë fushatës, kësaj fushate, por edhe pas zgjedhjeve. Po kuptoj do që edhe mund ta bllokojnë. Të provokojnë zgjedhjet parakoshme. Mund ta bllokojnë patjetër partitë opozitare sepse do të kërkojnë një marrëveshje LDK-ja përmes tutje azirit e bëri të qartë. Nëse do presidentin, duhet kesh një marrëveshje politike me ne. Nuk ka më. Herën e parë LDK-ja qëndroi në sallë dhe LDK-ja e zgjodhi Vjosa Osmanin, sa as herën e parë nuk i kishte votat. Por ata qëndruan në sallë dhe i dha një shans. Tani të gjitha partitë kërkojnë një marrëveshje politike. Zoti Kurti në intervistë që ka dhënë dje, tha se do të bisedonte me zonjën Osmani, por do të shohë dhe se si do të shkojë sepse duhet të votohet buxheti, duhet votohen disa marrëveshje ndërkombëtare që kanë efekte financiare. Po, që kërkojnë më shumë se 61 vota, pra kërkojnë 80. Dhe mbas këtyre, pastaj ta do të shohim se si do të shkojë procesi më pas. Mund të shkojnë me zonjën Osmani ose mund të kenë 2 kandidatë. Dhe pastaj do të shohin se si do të qëndrojnë dhe kush do të votojë për këtë do të votojnë. Por kanë përshtypjen dhe partitë opozitare, pa një marrëveshje politike, nuk është se do t'i qëndrojnë më në sallë zotit Kurti për ta votuar zonjën Osmani. Plus që unë kam dyshimet e mia nëse vetë zoti Kurti e do sërish zonjën Osmani aty, sepse në arenën ndërkombëtare i ka bërë pak hije zotit Kurti, ka qenë më suksesshme, ka qenë më aktive, mori edhe meritën e 4 njohjeve ndërkombëtare, marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, heqjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian, ishte interlokutorja e faktorit ndërkombëtar gjatë 4 viteve të qeverisë së zotit Kurti. Dhe zoti Kurti ka përshtypjen do të ndrojë kurs edhe vetë tani, se
si thonë, bëmë dhe jenë nuse se diun si nusëroj. Jo, ka për herë të tretë. Besoj se po, herën e parë s'quhet se 52 ditë. Kështu që për herë të dytë kam përshtypjen edhe vetë zoti Kurti do dojë të ketë atë. Por ndërkohë nga arena ndërkombëtare dhe me një Donald Trump, sa herë kanë bllokuar, do të harrojmë këtë faktor. Sa herë kanë bllokuar, aq herë unë e ka thelluar se ky është rezultat më i thellë se sa i 5 viteve më parë. Problemi është se çfarë bën me të. Sepse kam përshtypjen që shumë politikanë e ngatrojnë këtë, ti vërtet mund t'i marrësh 80, me shumë gjëra, mund të marrësh 84, mund të marrësh edhe 100. Çfarë do të bësh me to? Do ta vazhdosh ta mbash Kosovën? Do zgjidhet presidenti apo zgjedhjet? Unë shoh që ka pas një marrëveshje që në caktimin e datës mes Osmanit dhe Kurtit, dhe unë shoh që ka një dakordsi, po them, edhe nga Kurti për lëvizjet e Osmanit, siç thotë Esmeralda, për lëvizjet me ndërkombëtaret. Zoti Kurti ka qenë i padëshiruar në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe këtë rol e ka marrë zonja Osmani, presidenti Osmani. A do e bllokojnë partitë opozitare apo jo? Sepse nëse ju kujtohet, ishin dy data 21 dhjetor dhe data 28. Osmani doli dhe tha që unë kam preferuar datën 28, kur do vinin edhe gjithë emigrantët pra për diaspora që do vi për pushimet e fund vitit në Kosovë. Më falni. Kjo është e para. E dyta, a do jenë partitë opozitare në sallën e parlamentit në momentin kur do zgjidhet presidenti? Unë besoj që pavarësisht se luti ose si që thrasin në shkurtimisht Lutazirin. Lutfiazirin. Po. Legjenda e Gjilanit. Po. Ana Moravës. Unë besoj që tashmë vetë LDK-ja, mas humjes katastrofale në këto zgjedhje, duhet t'jetë pak më, po them, e përkullur, po them... Po nuk e ndihmoi përkulja herën e parë. Madje përkundrazi, se Vjosa e shkatroi atë parti dhe këta shkuan dhe i qëndruan i dhanë votat. Nuk ta falin kollaj. Luti është një figurë e vjetër e LDK-s, nuk është i ri i LDK-s. I ri ishte Lumiri. Jo, po ishte i ri me atë mentalitetin e vjetër Lumiri. Problemi është kandidati që do diskutohet. Duhet vi detyrimisht nga një parti, duhet vi nga një marrëveshje. Jo, mund t'jetë edhe jashtë. Një nga amerikanët ja ka edhe Bedri Hamza i PDK-s tha që ne nuk do bllokojmë. Po pra, unë nuk besoj që ato do bllokojnë. Mund të ta sillin në zarf amerikanët dhe emrin e presidentës. Atifetën. Unë besoj Atifetën, zonjën Jahjaga. Po, unë besoj që duke parë edhe lëvizjet, pra duhet kemi parasysh në maj ne kishim zgjedhjet, Shtetet e Bashkuara nuk uruan fituesit, por popullin shqiptar. Ju kujtohet. Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se nuk kanë pas një marrëdhënie shumë pozitive me Kurtin, uruan fituesin. Përveç popullit shqiptar për atë Kosovës, uruan fituesin. Pra duhet shohim pak të bëjmë. Qartë. Ka lviz pak. Semafori ishte jeshil. Ka lviz para situata, sepse Shtetet e Bashkuara... Se edhe Greneli don drejtorit i Tobit është i tati Topras dhe Baletit. Në Kosovë dhe në Kosova dhe Bosnia... Drejtori qëndës Kennedy është, Jo, po, edhe i dërguar për punë speciale. Në Venezuel ka qenë Grenelli, edhe ai që ka negociuar tani në Doha. Në Kosovë dhe në Bosnjë... Mos e ngatron me Xharet Kushner. Jo, ka qenë... Në Venezuel dhe në Korenë e Veriut. Në Kosovë dhe në Bosnjë duhet pranuar që amerikanët nuk janë të rregjur asnjë sekond. Absolutisht. As me administratën Trump. Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar 4 të ftuarit që ishin në studio dhe 2 ata që ishin përmes lidhjes direkte. Ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi edhe në anën tjetër.